Të nderuara zonja dhe zotrinj, duket se reforma në drejtësi tashmë është marrë në dorë të politikës. Ka pasur qëndrime sot të aleatit të koalicionit qeverisës, të Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe zotit Meta, për një konsensus sa më të gjerë bashkë me opozitën për të miratuar reformën në drejtësi. Një qëndrim ky që kërkon konsensus edhe i shprehur nga Partia Demokratike, takime të ambasadorëve të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian me kryeministrin Rama, takim të kryeministrit me kreun e kuvendit dhe kreun e LSI zotin Meta edhe në këto momente, zhvillime të shumta, por duket se ka ende vend për debatuar çfarë ndodhi me nivelin e ekspertëve që propozuan draftin për reformën në drejtësi. 2 ditë më parë në këtë studio për herë të parë ishin ekspertët e nivelit të lartë të kontraktuar nga Komisioni ad hoc i posaçëm parlamentar për reformën në drejtësi dhe shprehën argumentat e tyre për propozimet që kanë bërë në draftin e propozuar që do të shkojë edhe më pas Komisionit parlamentar për diskutim e në fund për opinion edhe Komisionit të Venecias. Por sonte kam gjithashtu për herë të parë në këtë studio ekspertët e opozitës që do të japin edhe argumentat e tyre për atë çfarë nuk kanë rënë dakord, kryesisht 11 pikat që ata kundërshtojnë dhe shanset se ku mund të parafrohet dhe nëse mund të ecet sërish për ta hequr nga ngërçi, nga zhbllokimi situatën për reformën në drejtësi. Ju prezantoj fillimisht të ftuarit. Ivi Kaso, diplomuar për drejtësi në Universitetin Roma 3 në Itali, eksperti së drejtës kushtetuese. Ka mbuluar detyrat si kryeinspektori i institucioneve të drejtësisë në Ministrinë e Drejtësisë, avokat shteti pranë avokatit të përgjithshëm të shtetit, drejtori antikorrupsionit në kryeministri dhe bashkëdrejtuesi i projektit Paka për luftë kundër korrupsionit. Përfaqësuesi i Partisë Demokratike që nga viti 2006 në vijim në gjykatën kushtetuese, gjykatën e lartë dhe KQZ. Enkelejda Libeaj, diplomuar për drejtësi dhe më pas ka përfunduar shkollën e magjistraturës ku ka marrë edhe titullin magjistrat. Me një karrierë të pasur në fushën e së drejtës ku ka mbuluar postet e gjyqtarit, drejtorinë e antikorrupsionit në kryeministri dhe Ministrinë e Drejtësisë. Aktualisht ushtron profesionin e lektorit të së drejtës kushtetuese. Gazment Bardhi, diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Tiranës, eksperti të drejtës kushtetuese, ka punuar si specialist dhe drejtor në drejtorinë e përgjithshme të kodifikimit të Ministrinë e Drejtësisë. Ka ushtruar detyrën e këshilltarit të ministrit të drejtësisë për çështjet ligjore dhe reformat. Përfaqëson Partinë Demokratike në gjykatën kushtetuese. Mirëmbrëma dhe faleminderit që jeni këtu. Në një panel pa oponencë, në fakt, sepse nuk i keni këtu ekspertët e tjerë për debatuar, por do doja që ta shfrytëzonim këtë mundësi dhe këtë emision për dhënë qëndrimet tuaja. Dhe unë do bëj ato pyetje që besoj që dhe publiku i ka. Mirë do ishin të ishin dhe kolegët tanë. Po kjo nuk pengon që mund bëjmë debatin e të ardhmen. Sepse do kuptoni, absolutisht po jemi të hapur, të ripërsërisim edhe një herë për publikun gjithë çka ndodhur në tryezën e ekspertëve. Gjithsesi besoj ju jeni në gjendje që ta krijoni dialektikën. Unë do përpiqem që të bëj gjithë pyetjet që besoj se mund të kenë qytetarët për aq sa kanë arritur ta kuptojnë në nivelin teknik reformën. Zotja Libeaj, në tërësi është bërë punë e mirë me draftin e propozuar? Draftin e propozuar nga ekspertët e mbuluar nga një draft shumica. ka aktualisht, pavarësisht të vërejtjeve tuaja. Nga 1 deri në 10 doni. Mënyrën e vlerësimit metodologjinë zgjidheni ju, se e di që edhe për atë keni shumë kundërshtim. 4. 4. Dhe është not ngelse duket kam përshtypjen. Pikërisht. Sepse që të marrësh not kaluese, aq më mirë not shembullore, ekspertët kanë pasur shumë mbështetje për të kaluar çfarëdo lloj ngërçi. Çfarë mbështetje? E para kanë pasur paktën në retorikën politike, në mbështetje, në sfondin politik, kanë pasur mbështetje politike nga të gjitha krahët e politikës. Majtas, djathas, madje majtas nga të dyja vektorët. Kanë pasur mbështetjen ndërkombëtare, të bollshme. Së fundi kanë pasur edhe një mbështetje ekspertize të Komisionit Venecias. E unë nuk kuptoj se përse do duhet të arrihet në një cep të ringut për të stipuluar një draft të tillë i cili, jo vetëm politikisht, po këtu po e fal historinë e tekave politike, por se teknikisht një draft i tillë të mos pasqyroj në mënyrë besnike, të thjesht, të kuptueshme, të një kuptim ato të cilat ishin linjat orientuese teknike të Komisionit Venecias.
Dhe pse ka ndodhur kjo? Më fal. Pse mendon që ka ndodhur kjo? Se nuk janë ekspertë të mirë sipas jush apo pse? Do ta shpjegoj. Aq më keq edhe për faktin që ai që do ta konsiderojmë ngërç nuk është thjesht dhe vetëm për teknologji të lartë kushtetuese, por për fakte të tilla si 2/3, 3/5, të emëruar nga njëra palë politike, apo do duhet ishin të emëruara nga të gjitha palët politike, të krijojmë depolitizim të sistemit, apo politizim të sistemit. Gjëra këto të cilat, sensibilitete këto të cilat perceptohen edhe nga jo ekspert. Pse ka ndodhur? Po jap një serim shumë të shkurtër. Ne tre këtu, as pak mos këtjer, nuk kemi ndonjë D'Artagnan me vete, jemi ekspert të një krau politik. Nuk fshihemi, si mi fshehur asnjëherë. E them këtë për një fakt të thjeshtë. Në ka pasur një element të domosdoshëm, një reformë e madhe si kjo kushtetuese, qoftë në planin politik, po dhe atë të ekspertizës, do duhet ishte sinqeriteti. Ne jemi ekspert të emëruar në korrik të vitit 2015 me votat e të gjithë antarëve të Komisionit të Reformës së Drejtësisë, majtas dhe djathtas, si përfaqësues të një krau politik. Ekspertiza tjetër nuk dyshoj më sakt, dyshoj që të ketë këtë porcion pavarësie, qoftë edhe për faktin, sepse janë emëruar vetëm nga njëra anë e komisionit. Pra, më të pavarur jeni ju që jeni politik se sa ata që janë? Jo, ne nuk kemi të pavarur. Ne jemi të sinqert, ne jemi të drejt për drejt. Po keni të një agjencë aktuar politika? Ajo që ka ndodhur me ne është pikërisht ky fakt, që ne jemi ekspert politik, që tentojmë, bashkë me subjektivitetin ton njerëzor, tentojmë drejt interesit publik, pra drejt objektivitetit. Nuk e kam parë nga ana tjetër të njëjtën sjellje. Nga pavarësia kam iden që është shkuar drejt politizimit. Dhe ky është një ngërç teknik. Se ju keni dhe aftësinë politike dhe stafin e kostumit të njeriu të mësuar dhe me debate. Tani po thua që jeni ju më i besueshëm që keni mandat politik se sa ata që nuk e kanë as zyrtarisht këtë mandat? Absolutisht po. Se më është betejë humbur për ta bërë këtë. Absolutisht po. Ne jemi të besueshëm në atë që jemi. Këta jemi ne. Jemi përfaqësues të Partisë Demokratike. Ju keni një agjencë aktuar politike, ndërsa ata thonë ne jemi ekspertë të kësaj fushë dhe nuk kemi asnjë interes. Ky paragjykim është shumë i drejtë që thoni, kushdo mund ta bëj. Ky paragjykim ka qenë që në momentin e parë. Dhe me kolegët unë kam bizeduar që në momentin e parë, kur na u ngarkua kjo lloj, që ne, mu kam thënë që ne do jemi gjithmonë të paragjykuar. Çfarë do bëjmë? Dhe gjetëm një zgjidhje gjithë bashku. Ne nuk do të bëjmë asnjë lloj fantazie politike në reformën në drejtësi, por do bëjmë një gjë fare të thjeshtë. Qëndrimi ynë nga fillimi në fund do duhet të bazohet thjesht dhe vetëm në standardet ndërkombëtare, në standardet e Komisionit Venecias. Ky është aleati ynë i vetëm për të na bërë të besueshëm. Dhe di çfarë ndodhi? Dhe jo dini që ne kemi prodhuar disa dokumenta. Dokumenti i parë ka qenë ai i famshëm 300 e ca rekomandime. Si ishin tonat? Ishte një qëmtim delikat, skrupuloz, yni mbi standardet e Komisionit Venecias. 300 e ca dokumenta. Tjetra, në vrejtjet që ne i quam Komisionit Venecias, e diti çfarë ka? Pse sot ne nuk kemi dalë me një draft Ilva? E diti këtë? Jo, nuk e di. Ne kishim gjithë aftësinë tonë për ta bërë draftin. E keni bërë zgjedhje që të dilit me një draft të përbashkët? Jo, nuk është zgjedhje thjesht dhe vetëm për të bërë një draft të Partisë Demokratike. Ne i qëndruam faktit për të bërë të gjithë së bashku. Menduam, ishim naiv, po të doni quani edhe këtë mënyrë, që në momenti kur të bëj reforma të bëj një draft i vetëm. Dhe të shkonim së bashku me ekspertët e emëruar nga maggioranca, këtu tek sintaksa duhet të jem shumë i qartë, që të shkonim me një draft të përbashkët. Sepse nuk na u dha as mundësia në fakt, por me që ata thurën një projekt diku nga shtatori, ne thjesht dhe vetëm i bëm oponencën për ta sjellë në shina draftin e tyre. Madje edhe tani, ne nuk kemi dalë asnjëherë. Mua mund të mos pëlqej fare ajo çfarë kanë thurur ata. Qëndrimi ynë ka qenë ndaj ekspertëve. Kjo që keni shkruar nuk bën ose nuk është në përputhje me opinionin e Komisionit Venecias. Ta ndajmë pak me ekspertët e tjerë. E fundit edhe e mbyll. Që do të thotë, qëndrimi ynë ka qenë shumë i kujdesshëm. Për të mos bërë kashillëk, sepse jemi të paragjykuar, ne kur si kemi thënë asnjëherë ekspertëve të çfarë do lloj pale, se në fakt aty nuk ka vetëm 2 pale, kam tepër se sa 2 palë,
ne kemi thënë që atë çfarë ju mendoni, minimalisht silleni në kufit dhe në hullit e Komisionit Venecias. Kjo ishte ajo për shkak të atij paragjykimi. Më të sinqert, më të besueshëm se kjo sjellje e drejt për drejt, unë besoj që nuk ka ana ekspertëve politik. Mirë, zoti Kaso, ju si e keni parë punën deri tani të ekspertëve, punën tuaj, dhe e keni këtë vlerësim pak më pozitiv se zoti Alibej, apo 4 jepni draftit? Duhet të them që ndaj në këtë pikë të njëjtin qëndrim me zotin Alibej, për sa i përket produktit, për të gjitha arsyet që zoti Alibej tha, dhe sigurisht nga një proces i nisur në këtë formë dhe me gjithë përpjekjet e vazhdueshme të partnerëve ndërkombëtar, të cilët në një farë mënyrë u bën garant të procesit, dhe ne i falenderojmë për këtë sepse ishte vetëm me insistimin e tyre të vazhdueshëm që u bë e mundur që neve në një fazë caktuar të procesit të përfshiheshim në proces dhe me insistimin e tyre, mund të them, të përditshëm, që detajet teknike të këtij procesi i cili po vazhdonte, pavarësisht se formalisht ne si ekspert ishim të përfshirë, detajet teknike të punës që po vazhdonte njëkohësisht të na bëheshin dhe neve me dije, dhe ne të përfshiheshim qoftë edhe në mënyrë margjinale, pavarësisht se përfshirja jonë nuk ka qenë në nivelet që ne do të kishim dëshiruar ose do të kishim pritur për të qenë akoma më produktiv nga sa u përpoqëm të ishim. Pra një proces i lindur dhe i vazhduar në këtë formë nuk mund të kishte konkluzion tjetër për sa i përket draftit përfundimtar, le ta quajmë kështu, nëse ky është drafti përfundimtar që drafti të ekspertëve që do t'i përcillet komisionit ad hoc. E them këtë sepse vështirësitë edhe procedurale dhe pavarësisht asaj që tha zoti Alibej, dishmërisë tonë për të përfshirë dhe vullnetit tonë për të përfshirë, që në disa raste ka qenë një zell ndoshta edhe më i tepruar nga sa na takonte, pikërisht për të përpjekur që të kalonim atë pengesën e paragjykimit, sepse është një proces në cilin ne jemi nisur të paragjykuar për vetë faktin që jemi këta që jemi. Zelli ynë në këtë drejtim ka qenë ndoshta edhe më i madh nga ç'duhet. Pra që në momentin e parë që neve jemi përfshirë në një kohë rekord, kemi bërë një punë, le të them, të krahasueshme me punën që kolegët e tjerë kanë bërë për muaj me radhë. Pra brenda një muaji kemi arritur të prodhojmë ose jemi munduar të prodhojmë një dokument, mirë ose të keq, brenda aftësive tona, i cili replikonte, le të themi, një punë që kolegët tanë më të shumtë në numër e kishin hartuar gjatë 8 muajve. Dhe kjo ecuri, le të themi, ka qenë në vazhdim deri në ditën e sotme, kur gjithmonë të përfshirë në minutën e fundit në proces, pa detajet e duhura teknike dhe pa, le të themi, gjithë suportin që ky proces do të kishte marrë nga ana jonë, jemi munduar të bëjmë maksimumin pikërisht për këtë arsye. Kjo që ju quani zell nga ekspertët që kanë pasur 2 ditë më parë në studio, konsideroj që shpeshherë keni qenë edhe gati kushtëzues, keni vënë ultimatume, keni thënë o kjo ose ne nuk vazhdojmë më. Për shembull. Është vërtet? Për shembull. Mos hym tek 3-5-tat, se po filluam aty se ngel prapë debatin e hapem një tjetër çështje, po keni qenë vërtet bashkëpunues në këtë? Unë po jap disa shembuj dhe konkluzionin. Vetëm shkurtë do të jepë fjalën zotit Bardhi. Konkluzionin mund ta nxjerr gjithkush. Kërkesa jone vetme ka qenë kjo. Ne kemi një dokument. O kjo që duam ne ose kjo që duam ne? Jo pra. Ajo që donim ne ishte vetëm një. Kushti i vetëm, i pa negociueshëm për ne ishte dokumenti i vetëm bazë mbi cilën ne do duhet të diskutojmë, të analizojmë, ta lexojmë, të eksplorojmë zgjidhje, është vetëm një. Dokumenti bazë, opinioni i Komisionit Venecias. Brenda perimetrit që ky opinion vendos, hajde të eksplorojmë çfarë do lloj zgjidhje. T'jap shembullin. Po. 3-5 2-3 se e kuptoj se këtu është gjëja për të kuptuar. Aty do vim, po të mbarojmë te kjo pjesa e parë. Si shembull. Opinioni i Komisionit Venecias thotë për kushtet aktuale 3-5 nuk bën. Nuk e thot kështu. Qëndrimi, kur të vim aty do ta diskutojmë. Kur të vim aty do ta diskutojmë. Ma merr sikur kjo është subjektive. Merret mirë qenë. Qëndrimi ynë ka qenë. Hajde, bashk të gjejmë çfarë do lloj formule tjetër e cila ekskludon 3-5-at sepse ta ka ekskluduar Venecia. Dhe hajde të gjejmë çfarë do lloj formule tjetër. Po nuk qëndruat pra dolet nga bisedimet. Tutem pra. Nuk qëndruat që gjeni alternativë. Të jap qëndrimin masandaj. Po. Dhe kemi thënë, një formul është 2/3. Po. Formulat të tjera ka sa të duash. Japim ne, jepni ju. Hapësira është e pa mat për të gjetur formula të tilla që janë mbi 3-5. Ky nuk është qëndrim refraktar. Ky është hajde bashk të reflektojmë. Madje brenda kësaj hapësire bashk mund të gjejmë dhe disa alternativa. Ky nuk është qëndrim. Dhe çfarë ndodhi? Jo, duam 3-5 sipas atyre
dhe nuk lëvizim. Pra qëndrimi reflektar i kufizuar ishte pikërisht ai i ekspertëve të palës tjetër. Mund të shpjegojmë vonë edhe këtë historinë e kompromisit që arritëm, po e di që do të shpjegojmë vonë. Pak më vonë. Zoti Bardhi, ju si keni përjetuar përfshirjen në këtë reformë shumë të rëndësishme, si nivel ekspertësh dhe punën që keni bërë, pra sa mund të jepni kontribut? Sigurisht që puna jonë është prezente dhe ne kemi bërë prezente, është vlerësuar, besoj unë, jo vetëm nga ata që na kanë besuar këtë proces, nga Partia Demokratike, por është vlerësuar edhe nga qoftë edhe nga ekspertët e mazhorancës. Ne kemi që nga korriku zyrtarisht që punojmë mbi këtë çështje, por kemi nisur punë të gjithë së bashku që kur ka nisur procesi i zyrtar i realizimit të reformës në drejtësi. Sigurisht kemi punuar të ndarë sepse vullneti i mazhorancës ishte që ne të mos ishim pjesë e këtij procesi. Unë jam i bindur që nëse në një vit të gjitha palët do të kishim bashkëpunuar dhe produkti jonë do të ishte bashkëngjitur produktit mazhorancës, dhe kjo ka qenë kërkesa jonë. Ne nuk kemi kërkuar të punojmë të ndarë, sepse të ndarë nuk ecën reforma përpara. Ne kemi kërkuar të punojmë bashkë. Dhe jam i sigurt se nëse energjitë tona dhe të kolegëve ekspert mazhorancës dhe të çdo personi që dëshiron të jap kontribut në procesin e realizimit të reformës drejtësi, do të ishim bërë bashkë, ne sot do të kishim një produkt të përbashkët, ndoshta edhe të miratuar të reformës kushtetuese në sistemin e drejtësisë. Ndarja dhe puna e veçantë, besoj unë ecja në qëllime të ndryshme, sepse ne ndajmë qëllim të ndryshëm me ekspertë e mazhorancës. Qëllimi jonë është të përfaqësojmë interesin publik dhe interes publik. Ekspertët ju quani të kujt, të mazhorancës? Të mazhorancës. Interesin e kujt kanë vend? Me draftin që kanë propozuar, qoftë në shtator, qoftë tani, është e qartë, nuk besoj se ka dikush që e vën dyshim, që qëllimi i tyre është të instalojnë kapjen politike të sistemit drejtësisë. Ne kemi bërë të prezent sot, do ta bëjmë prezent dhe gjatë këtij emisioni. Ky objektiv nuk përputhet me objektivin tonë dhe ne këtu ndahemi. I dëgjova kolegët në emisionin tuaj që ishin lodhur nga fakti që kishin diskutuar me ne. Në fakt nuk duhet ndjehen të lodhur, sepse ne nuk po hartojmë një akt të thjesht, jemi duke propozuar ndryshime në kushtetut. Dhe diskutimet dhe ndarja opinioneve, dhënia e alternativave më të mira të mundshme, gjetja e defekteve ashtu siç duhet dhe jo në mënyrë të anshme, kontribon në ecjen përpara në realizimin e reformës në drejtësi dhe nuk e ngec. Qëndrimi vetëm në një opsion, dhe mos qënia të hapur për të vlerësuar opsione alternative, do të thotë që ti nuk e don që reforma teci përpara. Lodhja që ata përmendën lidhe me faktin se agenda juaj ishte ndryshme nga ekspertë. Agenda juaj ishte politike dhe devijonte ose e fuste debatin për reformën në ullinj të tjerë që ata nuk arrinin, nuk kishin mandat për ta. Së bashku me kolegët kemi një fat në këtë drejtim, sepse minutat e takimeve të grupit ekspertëve janë të regjistruara. Dhe ju si media mund t'i merrni. Asnjë diskutim politik nuk është bërë nga asnjëri prej nesh. Diskutimi vetëm ka qenë të reflektojmë sugjerimet e Komisionit Venecias, dhe kjo ishte agenda jone për bashkët. Qëllimi i tyre ishte të mos reflektonin sugjerimet e Venecias, dhe ne në këtë pikë do t'i lodhim, është e kuptueshme, është normale. Zoti Alibeaj, kam përshtypjen që ju keni qenë më i paragjykuar, ish ministër, ish deputet, si e keni përjetuar këtë lloj paragjykimi gjatë bisedimeve? Jo, të them të vërtetën, jam ndier jo mirë, sepse ishte një tryezë ekspertës e cila do duhet të nderohej. Ka qenë shumë i kujdesshëm që të mos kisha asnjëherë konsiderata politike në diskutimet që kanë bërë. Më shumë se sa dy kolegët e mi. Unë isha më i demaskuar i politikisht në këtë mes. Okej, ajo që diskutojmë është një reformë kushtetuese e cila në asnjë lloj rasti nuk mund ta abstragosh nga realiteti aktual. Është një kushtetut që bëhet për Shqipërinë dhe për shqiptarët, që bëhet për sot e bëhet për mot. E që një kushtetut të bëhet e mirë, do duhet që brenda saj ajo të ambalazhoj të gjitha sensibilitetet e tanishme, politike, tallazet politike që janë tani, po sigurisht të parashikoj edhe të ardhmen. Nuk them që mund të mos më ketë shpëtuar ndonjëherë në një sinjal i vogël politik. Unë pretendoj që të kem qenë argumentues në të gjitha pretendimet e mia. Absolutisht po. Sigurisht nuk mohoj dhe faktin që teksa
arsyetoja për zgjidhjet, për disa zgjidhje alternative që ofroja në tryez, ato mund të kenë edhe tingëlluar paksa politike. Në fakt, është ajo çfarë zoti Bardhi tha, ne po mundoheshim të shkruanim teknikisht reformën e Shqipërisë dhe të shqiptarëve të sotmen edhe të ardhmes, duke parë dhe nga e shkuara, duke kapitalizuar edhe, po themi, atë kapital politik, publik, social, sensibilitetet e kësaj shoqërie. Kështu që, kushtësi, çdo lloj eksperti, i cili merret me këtë lloj lënde, nuk mund ta konsideroj veten jo politik në sensin e mirë të fjalës. Je duke disiplinuar sjelljen e një shoqërie, të një publiku, aspiratat e veta, makthet dhe ankthet që ka pasur, për t'i hedhur në një rregull i cili duhet të respektohet në të ardhmen. Jemi pjesë e kësaj shoqërie, duhet të flasim në mënyrë sinqertë si pjesë e saj. A u bë maksimumi që të mos largoheshit nga ajo tryezë pa përfshirë dhe opinionet tuaja aty të kaso? Nga ana jonë sigurisht. Sigurisht, sepse ashtu që pranuan dhe vetë kolegët cilët ishin këtu jo më larg se 2 ditë më parë, ne i lodhëm, edhe vërtet i lodhëm, duke insistuar që të respektohej fryma dhe gërma e opinionit të Komisionit Venecias. Pra, një opinion i Komisionit Venecias, i cili në momentin kur u dërgua nga Komisioni Posaçëm ad hoc, po pritej me shumë këshëri dhe me sa jemi vënë ndjeni dhe me sa publiku është vënë ndjeni, të gjitha palët politike ishin impenjuar që ai opinion do të përbënte udhërfyesin e reformës kushtetuese, opinion i cili ishte i detajuar në 138 pika me rekomandime specifike, le të themi, për të gjitha çështjet të cilat drafti kishte adresuar. Dhe ajo çka kemi bërë bashkë me kolegët në 2 ditë diskutime të gjata, ka qenë përpjekja jonë e vazhdueshme deri në fund për të zbatuar frymën dhe gërmën e opinionit të Komisionit Venecias. Është e vërtet ajo çka u tha nga kolegët dhe çka është kërkuar dhe në një takim të një dite përpara se të fillonte puna midis ekspertëve të nivelit të lartë, për sa i përket daljes me alternativa të ndryshme. Por kjo nuk do të thotë që alternativat mundet të kenë në bazë të tyre dhe konceptet bazë ose qëllimet bazë të cilat reforma në drejtësi synon që t'i adresoj. Pra nëse reforma në drejtësi, në qëllimin e vetë të shpallur, jo nga ne, por nga dokumenti strategjik që kanë hartuar kolegët tanë që kanë filluar punën përpara nesh, ka si qëllim të shpallur dhe ne mbështesim plotësisht këtë qëllim të shpallur, luftën ndaj korrupsionit, luftën ndaj korporativizmit dhe luftën ose shmangjen e kapjes politike të sistemit të drejtësisë. Natyrisht alternativat nuk mund të përkasin asnjë nga këto 3 pika. Nuk mund të ndajemi ne në thelb, nuk mund të ndajemi në koncept, nuk mund të ndajemi në qëllimin e vetë reformës. Mund të ndajemi në zgjidhje teknike. Por në këto 3 pika nuk besoj se ka vlerë një punë e përbashkët, nëse ne ndajemi në thelbin e asaj çka duam të bëjmë. U bë maksimumi për ta shpëtuar pjesën teknike të reformës? Absolutisht po. Ne pjesën më të madhe të diskutimeve dhe do t'ja bëjmë qartë publikut. Pjesa më e madhe e diskutimit ishte të bindnim kolegët tanë të mazhorancës mbi metodologjinë mbi cilën ne duhet punonim dhe mbi faktin që opsionet apo vlerësimet tona personale nuk ishin më vlerë krahasuar me atë çka kishte thënë Komisioni Venecias. Dhe kërkesa jonë ishte një dhe e vetme, të punojmë mbi draftin, opinionin e Komisionit Venecias. Pas një gjysmë dite diskutimi, cili mund të ishte shfrytzuar në mënyrë maksimale për bërë një punë tjetër, arritëm në përfundimin që do ulemi dhe do lexojmë dhe do të bijem dakord mbi çfarë ka thënë Komisioni Venecias. Dhe ran dakord me metodologjinë që propozuat ju. Sepse kjo ishte vetmja metodologji, ne nuk mund. Dhe ja u pranuan. Ishte vetmja metodologji. Ku ngecët sërish? Ngecëm pasi pam vullnet të shprehur të kolegëve tanë të mazhorancës për të mos reflektuar sugjerimet e Komisionit Venecias. Propozimi i tyre ishte që ne duhet të ecim me 2 variante, apo me 3, apo me 4, apo me 5, dhe t'i drejtojmë prapë Komisionit Venecias. Nëse ne do të regojmë jo serios dhe do të shkojmë përpara Komisionit Venecias me 5 alternativa, mund ndodhemi situatën që Venecia thotë të 5-ta janë pranueshme. Dhe ne i rikthehemi prapë të njëjtit pozicion, do të vim prapë në tryeza të tilla dhe duhet zgjedhim një, se nuk mund të miratojmë kushtetut me 5 alternativa, do miratojmë kushtetut me një alternativë. Ta kuptojnë, Venecia mund thoshte që sigurisht, është okay dhe votimi në 3/5 dhe 2/3? Për shembull, për rastin e gjykatës lartë administrative, Venecia ka mbajtur një qëndrim, edhe po, edhe jo. Tani problemi është ekspertët e Partisë Socialiste nuk e duan krijimin e gjykatës lartë administrative, ne themi është e panevojshme. Të dyja qëndrimet
përkrahe nga Venecia. A nuk duhet i japim ne një zgjidhje tani, apo duhet shkojmë prapë në Venecia? Venecia ta thotë të dyja zgjidhjet janë pranueshme dhe ne tulemi prapë të harxojmë të njëjtën kohë për të dalë në një opsion të vetëm. Po me zgjidhje ju nuk kuptoni që të fitoj vetëm varianti juaj apo mund fitoj edhe varianti i tyre ndonjëherë? Ka një gjë që duhet ta bëjmë qartë për shqiptarët. Ne kemi bërë një hap prapa që ishte hap kompromisi. Ne, unë, zoti Alibeja dhe zoti Kaso, kemi ide tona mbi mënyrën se si duhet jetë i strukturuar sistemi i drejtësisë. Dhe mund kishim bërë një draft totalisht të ndryshëm nga ai që kanë hartuar ekspertë të mazhorancës. E bëm hapin prapa, sepse jemi të interesuar që reforma në drejtësi të shkojë përpara. Pranuam të punonim mbi versionin e hartuar në mënyrë të njëanshme në shtator nga kolegët e mazhorancës, gjithmonë duke reflektuar sugjerimet e Komisionit Venecias. Nëse ne do të ishim destruktiv dhe do të shkonim atje për të bllokuar procesin, do të kishim shkuar me një draft komplet të ndryshëm nga ai që kishin ofruar ekspertët e mazhorancës dhe do të punonim ne me variantin ton, ata me variantin e tyre dhe procesi do të kishte ngecur që në ditën e parë. Një merit duhet ja njohim Partisë Demokratike dhe Opozitës që arriti të etiketoj ata ekspertët mazhorancës, pavarësisht këmbguljes së tyre dhe të Komisionit Parlamentar që ata nuk janë të mazhorancës, sepse këtu kishim përfaqësues nga Fondacioni Soros, përfaqësues nga Universiteti i Tiranës, nga Fakulteti i Drejtësisë, përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë, nuk mund të quash gjithë mazhorancës. E para dhe e dyta. Zoti Alibeja, deri në 2013 Partia Demokratike ka qenë pushtet. Pse nuk e bëri vetë reformë? Dhe mund të kishte shumicën, i kishte gjithë ata bënte vetë, meqense është kaq këmbgulse dhe ka këtë qëllim parsor. Donte ta bënte. Por nuk e la opozitën. Kishte dëshirën, por se opozita atëherë ngulte çadrat mes bulevardit dhe bënte bojkot. Kjo sot mjafton për arreste publike, por nejse, e lëm të pjesë, kjo është politike. Kurse kjo sot mja, as çadra, as bojkot. Jo vetëm që vjen në komision, jo vetëm që ulet në komision, ofron madje edhe ofertën e vetë, madje tërheq pak, ul pak nga krenaria e vetë kryeneqe dhe i shkon mbas trenit të pozitës në këtë rast, pa dalë, si sa zoti Bardhi, me një variant të kithtë me atë të mazhorancës, nëse do të kishte mendjen e vetë diabolike, destruktive, ndryshon ata me ditën. Kthehem tek konstatimi juaj sepse më duhet të bëj një sqarim domethënë për final për këtë pjesë do hym detajet të pjesës. Për atë që juve thatë. Që ju ja dolët me sukses si quani ekspert mazhorancës? Janë. Jo. Nuk e thash më kot atë faktin që në 23 korrik ne tre jemi po 7 në fakt të opozitës jemi miratuar me formacion të plot të komisionit ad hoc. 5 majt, 5 djathtë na kanë votuar. Në fakt, ekspertët e pavarur, qëni si doni tani, janë emruar në fillim të vitit 2015, ose në fund të 2014, nuk jam i qartë, vetëm nga një pjesë e mazhorancës. Pra, vetëm nga mazhorancë. Nga institucionet e drejtësisë. Sepse në atë ko, opozita nuk ishte pjesë. Nuk ka mendje të arsyeshme në këtë dynja që të thotë që të emron vetëm njëra anë dhe vetëm në dukje të mos krijohet para gjykimi që e si të duash që këta ekspert doni të qenë pavarur janë, por janë të emruar në mënyrë të njëanshme nga mazhoranca. Çdo shqiptar me pak mendje kupton që një lloj varësie, po e quaj se kanë përdorur edhe në komision, varësie psikologjike ndaj atyre që të kanë emruar është njerëzore ta kesh. E për më tepër kur kjo edhe përforcohet edhe nga sjellja dhe nga qëndrimi i shkruar në atë që quhet drafti përfundimtar, këtu kuadri i gjithë plotësohet. Çfarë varësie politike mund të ketë zonja Anastasi, zoti Ibrahimi, zoti Traja? Ja, kjo është varësia. Cila? Do lexonim draftin e Komisionit të Venecias? Po. Ne që do duhet ishim të varur nga kokat e këmbët, tham këtë gjë. E lexojmë draftin. Ky është dokumenti vetëm. Mos sillni, mos fabrikoni paraprakisht drafte të shkruara së paku pa prezencën formale tona, siç ndodhi në datë 29 dhjetor. Ne shkuam të uleshim, pretenduam që ishim të barabartë me ta, dhe në atë moment kur filluam të lexonim dokumentin, akti i parë, lëvizja e parë fizike që u bë ishte, ne kemi mbaruar draftin, ja urdhroni, jo vetëm kaq, po kemi marrë përsipër të draftojmë dhe opinionet tuaja, miat, zotit Kaso dhe zotit Bardhi në atë rast. E kjo nuk është pa anësi. Së paku, serioziteti punës e donte që të thoshin, hajde të mendojmë së bashku tani. E para kjo. Së dyti,
Jo, base serioziteti është, ne menduam pjesën tonë, hajdini dhe ju tani thoni tuajën. Ku qëndron punë përbashkët. Pretendimi tyre ishte që ne duhet të jepnim komente, jo mbi Venecian, po të jepnim komente mbi draftin ata që kishin bërë dhe që kishin menduar se kishin reflektuar edhe sensibilitetet tona. Kjo e para. E dyta, tek zgjedhjet që ofronin, ka dy palë. Ne të varurit politikisht që thoshim, nuk ka vetëm një zgjedhje, mor zotrinj, ka disa, shumë, madje. Dhe pala tjetër që thot, ka vetëm një, 3-5, po e përsëris edhe njëherë. Atë që ka ekskluduar Venecia, ky qëndrim refraktar, nuk mund të justifikohet me vlerësime të teknologjisë lartë kushtetuese. Jo. Lexohet në një mënyrë dokumenti i Venecias. Është edhe në Shqip tashmë i përkthyer. Pikërisht kjo të bën të mendosh. Dhe në fakt, e di si është e vërteta për të vazhduar me sinqeritetin. Unë jam ndier vërtet keq kur kolegët e mi, shumicën e cilëve i njoh, një pjesë tyre kanë pas dhe profesor. Zonja Anastasi ka qenë profesoresha ime. Dhe unë kuptoj zemërgjersinë që ka një teknik. Një teknik është i hapur për çfarëdo lloj zgjidhje teknike. Teorike është tek e fundit. Por kur një teknik e fut në këpucën politike, nuk ka siklet më të madh që i shkakton atij. Po pse merren me qenë të pres, sepse ata këmbgulën që nuk kemi pasur asnjë ndikim politik për të bërë. Sepse kjo shumë është kush ka lindur, Ilva, kush ka lindur politik në këtë botë? Politik bëhesh rrugës. Kjo i ndodh gjithëve. Ajo që është e rëndësishme është për të thënë që paktën do duhet të jesh serioz dhe i sinqert për të treguar. Po, un kam si klient, ne në fakt kemi klient Partinë Demokratike, ata kanë pasur klient shumicën e komisionit të majorancës të komision. Është e thjeshtë kjo dhe s'ka asnjë gjë. Nëse do të vendose kjo dialektike sinqert. Jo, s'ka, po tjetë ka që thjeshtë do ta kishin pranuar ndoshta. Fakti që nuk e pranojnë mos ka ndonjë arsye tjetër them. Thjesht janë të kompleksuar dhe mendojnë se duke etiketuar si ekspert majorancës ul ndonjë vlerë nga të them edhe i të fundit. Vetëm mos e monopolizo debatin për shkak të aftësive që keme në emisionet. Në këtë linjë. Kam dëgjuar kohët e fundit kryeministrin, i cili thot, draftin se kam lexuar, nuk di ç'bëhet, ai është opinioni i ekspertëve. Kjo s'është gjë e keqe nëse është kështu. Jo, di ç'na rezulton tani. Në gjithë kuadrin. Që në gjithë këtë tavolinë ekspertësh nuk ka, po themi, dy palë. Njëra palë ne dhe njëra palë ekspertët e pavarur. Jo, jemi ne, ekspertët e varur, janë ekspertët e pavarur, është edhe një palë tjetër që është kryeministri. Okej. Dhe çfarë ka bërë kryeministri duke qenë si palë në këtë? Nuk e ka lexuar. Ky është kompleksi. Jo, ky është kompleksi. I ka vendosur, kam iden. Uroj të mos jetë kështu në fakt. Kam iden që nën pavarësinë hipokrite që kryeministri ka dashur të injektojë tek këta njerëz, të nderuar në profesionin e tyre, ka vendosur pikërisht në këtë siklet. Që ju do shtireni të pavarur, por se zgjidhjet do të jenë ato që unë dua. Nuk ka siklet më të madh për një njeri i cili karrierën e vet e ka ngritur mbi shpatullat e veta. Dhe kjo ka qenë ajo që personalisht më ka bërë keq të ndihem në debatet që kisha me ta. I ndjer keq për ata? Po sigurisht. Okej, mirë, nuk dua të diskutoj integritetin e atyre se kjo është zgjidhje personale individuale e gjithsecilit. Mua nuk më duken në siklet, të lodhur po në siklet nuk u duken të paktën. Megjithatë do shohim këto debatet e ardhshme kur të vinë dhe do ballafaqohemi. Do kam një shkputje të shkurtë publicitare, rikthehem menjëherë me atë që është femra e akilit e përplasjes së ekspertëve. Votimi me 3/5 apo 2/3. E sqaroj menjëherë sa të rikthehemi. I vetmi debat ka qenë lidhur me shumicën e cilësuar, që u hodh si ide që në pozicionin e antarëve të gjykatës kushtetuese, ndërkohë që unë dhe kolegët sugjeruam që ne do të vim te çështja e shumicës së cilësuar, që në fakt ishte debati më i madh në çështjen e zgjedhjes së antarëve të këshillave. Aty ka pas debat, ne nuk duam të hym në detaje lidhur me këtë çështje dhe përfundimisht u hodh ideja që ne duhet fillojmë të hedhim poshtë draftin dhe të merremi vetëm me çfarë thot opinioni i Venecias lidhur me këtë çështje. Ndërkohë që në bisedimin e ditës së nesërme ata kanë ardhur me propozimin e 2/3 dhe e kanë vënë si kusht. Ne duam që të japim zgjidhje nëse ju e pranoni apo jo 2/3. Në fakt, mënyra e të ndërtuarit të debatit në këtë formë është e papranueshme. Dhe 3/5 ka bllokim. Sepse ju e dini, vërtet mund të ketë kombinime prej 3/5 më lehtë se 2/3, por janë kombinime nga grupe të ndryshme parlamentare. Dhe nuk janë të sigurta.
Kështu që, po si do qoftë, në raport me 2/3, ne zgjodhëm 3/5, edhe në vimësi të këti standardi kushtetues, si të keqen më të vogël. Kush ka thënë që me shumica cilësuara, 3/5, 2/3, ti ke siguruar ndershmërinë dhe integritetin e kandidatit? Jo, s'pak. Unë nuk e shoh këtu. Ti mund të havje edhe me 100%. Jo. Procesi komandohet në një farë mënyrë tjetër. Ka një seri kriteresh. Duke kriterizuar procesin, ti do shkosh të zgjedhësh ata persona që objektivisht i plotësojnë këto kritere. Të ishin qëndrimet e ekspertëve përse i takon kësaj çështje. Pra kush e garanton që me 2/3 do zgjedhë vërtet kandidati më i mirë? Dhe pse këmbgulin në këtë pikë, zotja Libe? Atëherë pyetja do të ishte ku qëndron ndryshimi nga 2/3 me 3/5. Jo, ndryshimin e dim. E marrim fakt kryer tani. Jemi përpara këtij realiteti. Zonja Anastasi tha që edhe me 3/5 nuk është një shumicë e thjeshtë për të realizuar. Jo, shumicë e cilësuar. Po. Dhe konsiderata që kam dhënë unë atë kohë ka qenë kjo, në fakt. U kam thënë, po në qoftë se është problem bllokimi, pse të mos tregojmë të sinqertë dhe të vendosim shumicë të thjeshtë. 71. Pse tentativa juaj është për të krijuar një shumicë të cilësuar prej 3/5? Unë i kam thënë, kuptoj qëllimin tuaj të mirë të ekspertëve që me 3/5 juve keni dashur të thërrisni në lojë dhe opozitën. Qëllimi ky është. Një shumicë e cilësuar, justifikimin e vet e ka pikërisht ky fakt. Të rrasim në lojë dhe opozitën për të arritur një qëllim të madh. Mekanizmin e kontrollit dhe të balancës. Se një maggiorancë, kush do t'ja vendos kufirin të thana? Opozita. Ky është dhe kontrolli dhe balanca. E kam pranuar, absolutisht që ky ka qenë qëllimi. Mbas këtij arsyetimi kam arsyetimin tjetër. Sot, në realitetin aktual, kjo 3/5, duke parë edhe strukturimin e raportit të numrave në parlament, a e arrin këtë qëllim? A mos ndoshta maggioranca e sotme, aktuale, e ka apo e kontrollon 3/5? A ka më shumë se sa 84 vota? Dhe ky është një arsyetim të cilën do duhet ta bëjmë. Se nuk mund të shkruajmë në ajër kushtetut. Do të shkruajmë kushtetut për Shqipërinë, siç e thashë në fillim, për sot dhe në të ardhmen. Dhe unë thash, ofroj një shumicë tjetër. Një shumicë më të lartë. Dhe ua kam thënë, po 2/3 është një nga variantet. Dhe po ju them se ku ndryshon 3/5 me 2/3. E përshëndes qëndrimin tuaj të 3/5 si shumicë e cilësuar, por se shumica juaj ka një defekt. 3/5 maggioranca aktuale i ka, e aplikuar sot, pra sa po të hyjë eventualisht reforma në fuqi, do të thotë që 3/5 do të përdoren në mënyrë unilaterale të një anshme. Unë po them po jap një gjë tjetër. Bravo të shumica e cilësuar. Edhe ju, edhe unë, në koncept jemi dakord. Pse të mos bëjmë në një shumicë e cila realisht dhe në mënyrë të sinqert ta thërras në lojë të ndershme edhe opozitën? Si krijohet mekanizmi i kontrollit dhe balancës? Po çfarë pengon opozitën që të bashkohet kësaj 3/5? Mund të jetë dhe më shumë, por nuk e pengon gjë opozitën. Sepse ka mekanizma të tjerë në institucionet që ngrihen në reformë, thanë ata që e kontrollon dhe që ja shmang politikës ndërhyrjen. Për një moment pranojmë që është 3/5, shumicë e cilësuar. Do vi 2-3 kandidatura për të zgjedhur. Nga një anë është maggioranca Rama-Meta, nga ana tjetër është opozita. Ju si mendoni që do të jetë kandidatura fituese? Ajo që po themi mbështetet nga opozita vetëm, apo ajo që mbështetet me 84 e kusur vota nga Rama-Meta? Çdo mendje shqiptare e kupton që do të jetë Rama-Meta, e cili do të vendosim kandidaturën e tyre. Ajo që unë kanë thënë është 2/3 është një shumicë e cila nuk vendos dhe nuk jep në dorë opozitës në një instrument blokues. E para, e dyta, nuk i jep në dorë opozitës të drejtën që ta kap ajo politikisht, se s'ka se si ta kap, ka vetëm një qëllim. Opozita të bëhet garancia për të eliminuar, për të asgjësuar çdo ngasje të shumicës për të rënë në abuzivitet.
Ose për ta bllokuar fare zgjidhjen, sepse do kërkojnë votat. Tani ta shtoj edhe këtu dhe nuk do të flas. Nuk është, më flasim pa kolegët, pastaj e diskutojmë prapë. Tani ta them edhe këtë. Ma thuaj, do flasim më gjatë për këtë. Se këtu pastaj mbyllim gjithë diskutimin. Po, jo nuk e mbyllim aty e hapim. Një nga pretendimet e ngritura ishte 2/3 është një shumicë e cilësuar, e cila na çon në ngërç. Po. Përgjigjja ishte, po dhe 3/5 në një situatë ideale, ku parlamenti është i fragmentuar, dhe ku qeveria qëndron me 71, si që është edhe normale të qëndrojnë në fuqi, edhe 3/5 është një shumicë e cila ngec, e ka thënë dhe Venecia. Si në 3/5, ashtu dhe në 2/3, ne kemi dhënë dhe zgjidhjen. Unë e kuptoj që politika shqiptare është e tillë që nuk është aq zemërgjer, të paktën deri tani ka treguar që nuk është aq zemërgjer për gjerë konsensuse të tërthorta. Kam ofruar edhe zgjidhjen, e kam thënë shpesh tashmë, në linguazhin besoj juridik dhe është futur si koncept, mekanizmi zhbllokues, që do të thotë, siç Venecia thot në fakt, një mekanizëm zhbllokues i tillë, që në qoftë se maggjoranca dhe opozita nuk merren vesh, siç ka ndodhur në fakt, mekanizmi duhet të jetë i tillë që të injektoj si të maggjoranca dhe të opozita frikën që ky pushtet për të emëruar t'ua heq nga dora. Dhe mekanizmi zhbllokues është i tillë. Për shembull, në rastin kur do të emërohet një gjyqtar i gjykatës kushtetuese. Gjykata kushtetuese vetë do të jetë ajo. Po ju ndërpres, po ndjek pamje drejt për drejt nga Vila 30 ku ka përfunduar takimi i kryeministrit të vendit zotit Rama, mund të hyjë me plane drejt për drejta, shoh ministrin e drejtësisë, zotin Manjani, zotin Ruçi gjithashtu, sekretarin e përgjithshëm të kryeministrisë, zotin Xhafa në sfond. Takimi ka qenë edhe me kryetarin e kuvendit, kreun e LSI-s, zotin Meta, dhe me siguri duhet jetë folur për reformën drejtësi, po nga komunikimi buzëqeshur dhe me batuta Manjani Rama, mund të intuitojmë, ja të shohim nëse ka ndonjë deklaratë për të bërë zoti Rama. Si shkoj mbledhja e vonuar, por e përfunduar në fakt. Hapni rrugën një herë të kalojmë. Shaka e çuditshme kjo, zoti Rama, bërim tepër si policë trafiku, rregulloi pak trafikun që vendos aty, por nuk i dha asnjë prononcim gazetarëve se çfarë ka biseduar për rreth 1 orë 15 minuta takim me zotin Meta dhe të pranishmëve të tjerë që pam takim, zotin Xhafa, Manjani. Ndoshta në orët në vijim do të mësojmë shumë se çfarë ka ndodhur tek këto bisedime që sapo kanë përfunduar. Kthehemi tek debati unë se me siguri dhe për 3/5 mund të jetë folur aty brenda, se nuk është kaq e sigurt sa e thoni ju, edhe 3/5. 3/5 aty është folur për mekanizmin zhbllokues. Për mekanizmin zhbllokues. Mekanizmi zhbllokues në këtë rast. Po thoshta edhe ta mbyll. 2/3 është një shumicë legjitime. T'ju jap një shembull fare të thjeshtë. Shtete dhe demokraci të tilla si Gjermania, Kroacia, Turqia e vende të tjera, gjyqtarët e gjykatës kushtetuese, për shembull, i zgjidhin me 2/3. Dhe ajo ishte çfarë ne ofruam. Potenciali për të rënë në ngërç është i madh. Unë e kuptoj. Shumë i madh. Është më i madh se 3/5 në fakt. Por se ka një mekanizëm e cili e nxjerr nga ngërçi, e nxjerr nga impasi. Është pikërisht mekanizmi zhbllokues, që do të thotë të marr një shembull të thjeshtë. Do të zgjedhim një antar nga gjykata kushtetuese nga kuvendi. Dakor? Të gjithë aplikantët në mënyrë të lirë me vullnetin e ri, kush e ndjen që ka dëshirë, aplikon te gjykata kushtetuese. Gjykata kushtetuese i mbledh gjithë kandidaturat, i liston, madje jo vetëm i liston, por dhe i vlerëson nga më i miri tek më pak i miri. Dhe këtë lloj pakete me këtë listim ja çon kuvendit. Kuvendi duhet votojë me 2/3, 1, 2, 3 raunde. Në qoftë se kuvendi nuk arrin të gjejë gjuhën me 2/3 për ca njerëz që janë të aftë, për ca njerëz që janë ngritur në karrierën e tyre me shpatullat e tyre, do të thotë që nuk do ta bëj punën e vet. Në këtë rast çfarë bëhet? Po më i miri mor të shkoj, më i afti mor të shkoj. Kush është më i miri ai? Ai që ka vlerësuar gjykata kushtetuese. Ai që domosdoshmërisht do marrë votat e 2/3-ve? Jo, ai që do të vlerësohet më i miri për shkak të aftësive nga një organ jo politik siç është gjykata kushtetuese. Dhe ja zgjidhja gjendet
Mirë, për 2/3 dhe 3/5, zoti Kanso, pse nuk pritet që t'jepte një opinion edhe gjykata ajo Komisioni i Venecias dhe më pas ta kundërshtonit përfundimisht, sepse nuk e ka dhënë ende opinionin përfundimtar. Mund të jetë dakord me 3/5. Ne besojmë që në këtë pikë Komisioni i Venecias ka folur qartë, ndoshta është nga pikat e pakta të opinionit për të cilën gjua e përdorur ka qenë tejet e qartë dhe tejet e fortë, pikërisht për të ngritur sensibilitetin si të klasës politike e cila presupozohet ta votojë draftin përfundimtar, ashtu edhe të ekspertët cilët kishin hartuar draftin e parë dhe që do të përmirësonin këtë draft duke u bazuar në rekomendimet e Komisionit të Venecias, për çfarë duhet kishin parasysh në raste të tilla, në raste kur votimi i atyre që praktikisht do të administrojnë pushtetin gjyqësor në Republikën e Shqipërisë me votimin e amendamenteve të reja kushtetuese, do të ishte i nevojshëm, sipas parashikimeve kushtetuese, me një majorancë, kur kjo majorancë tashmë disponohet nga një kraj i caktuar politik. Është e vërtetë që sjell si shembull rasti i një shteti tjetër. Në një opinion është përmendur një opinion jo i largët i Komisionit të Venecias, por një opinion i qershorit të vitit 2015 të Komisionit të Venecias, pra është një qëndrim shumë aktual i Komisionit të Venecias, qëndrim cilin e përsërit edhe në dhjetor në rastin e Shqipërisë, dhe gjua e përdorur është e qartë. Në rastet kur kërkohet një majorancë e cilësuar dhe kjo super majorancë tashmë ekziston, një forcë e caktuar politike ose një koalicion i caktuar i ka këto vota, kjo jo vetëm e garanton kapjen politike të gjithë organeve cilët do të administrojnë gjithë sistemin e drejtësisë, këtu e për 50 vitet e ardhshme, 100 vitet e ardhshme, por kjo jo vetëm e cimenton kapjen politike dhe e mbron atë nga ndryshimet politike që mund ndodhin në të ardhmen. Pra nuk ngre vetëm alertën e kapjes politike Komisioni i Venecias të sistemit për sot, por të cimentimit të kapjes politike. Dhe ne dyshojmë, jo pa baza, ka rrezikun që mund të ndodhë. Na ka kujtuar, ka thënë keni kujdes. Do të ishe i tentuar me këtë pyetje që bëti ju që nuk thatë për Shqipërinë, të replikoja një koment që një ekspert i nderuar bëri në tavolinë, kur ju ngrit ose ju parashtrua e njëjti argument nga kolegët cilët ishin këtu para disa ditësh, që këtë nuk e ka thënë për Shqipërinë. Po pse më tha, ja ka futur kot Komisioni i Venecias për atë shtetin tjetër? Flasim për një opinion zyrtar të Komisionit të Venecias të qershorit të 2015. Pra nëse duam të bëjmë lojra fjalësh të zhvlerësojmë opinionin e Komisionit të Venecias, i cili i përket në rastin konkret paragrafisht i shkput nga opinioni i një shteti tjetër, por Komisioni i Venecias me vetdije e aplikon dhe në rastin e Shqipërisë. Dhe gjua që përdor është recall, jo thjesht e kujton, dhe i tërheq vëmendjen Shqipërisë që të ketë kujdes të veçantë në këtë pikë, atëherë nuk mund të bëjmë lojra fjalash edhe ta relativizojmë opinionin e Komisionit të Venecias, këtë dritë të kuqe alarmi që Komisioni i Venecias ngre dhe duhet ta kemi gjithë parasysh, duke e relativizuar që nuk është për Shqipërinë, por i përket një shteti tjetër. Por nëse nuk do ta kishim këtë majorancë, do ta jap fjalën dhe për të përgjigje, me që jam me zotin Kanso. Nuk do të ishte kjo majorancë. A është 3/5 një zgjidhje e mirë për një reformë të tillë? Por nuk do të ishin 84 votat e disponueshme. Sigurisht 3/5 është një opsion. E garanton këtë. Sigurisht 3/5 është një opsion në rastet kushtetutave të vendeve perëndimore, por ajo çka ishte qëndrimi ynë i mbajtur në tryezë dhe qëndrim të cilin zoti Alibe e saktësoi më së miri që është një qëndrim yni i cili nuk reflekton qëndrimet politike të subjektit i cili na ka propozuar, por reflekton opinionet e viteve të fundit të Komisionit të Venecias, standardi ndërkombëtar. Atëherë nëse i referohemi standardit ndërkombëtar, standardi prej 2/3, siç e tha më parë zoti Alibe, për shtete të caktuara, për demokraci perëndimore të zhvilluara, është gjithashtu një standard i pranueshëm. Ekzistojnë të dy opsionet në teori. Duhet parë cili është opsioni që shkon Shqipërisë sot, sepse këto janë draft amendamente të cilat propozojnë që të miratohen sot, dhe cili është opsioni që shmang përveç dy sensibiliteteve të para për luftës kundër korrupsionit dhe luftës kundër korporativizmit në sistemin gjyqësor, atë më të rëndësishme që shmangja e kapjes politike dhe cimentimi i kapjes politike nga një krah i caktuar i politikës. 2/3, 3/5, ata janë pak më vonë. Në fakt, unë nuk do ta shtroj fare diskutimin 2/3 apo 3/5, sepse duket si lojë pse 3/5 apo sa 2/3. Në fakt nuk jemi ndarë këtu, ne jemi ndarë në parim. Jemi ndarë tek parimi dhe kush është parimi? Parimi është që funksionarët e lartë të sistemit të drejtësisë duhet zgjidhen sipas një formule që garanton bashkëpunimin midis majorancës dhe opozitës. Dhe do ta shpjegoj pse. Sepse nëse gjithë funksionarët e lartë të sistemit të drejtësisë do të emrohen nga majoranca, atëherë do të kemi një sistem, siç është ai i drejtësisë,
nën varësinë e një qeverie, e një mazhorance qeverisëse. Dhe parimi i bashkëpunimit midis mazhorancës dhe opozitës në zgjedhjen e funksionarëve të lartë të drejtësisë është parim dhe standard ndërkombëtar, nuk është pikje e shqiptarëve dhe nuk është gjetje e 3 ekspertëve të opozitës. Unë kam këtu me vete dokumentin e prodhuar nga kolegët tanë që ishin para 2 ditësh. Është analizë e sistemit të drejtësisë në Shqipëri, është miratuar nga komisioni, është botimi grupit e ekspertëve të nivelit lartë, dhe në faqen, do më lejoni vetëm të hap, në faqen 34 të tij, çfarë thot zonja Anastasi, zoti Sadushi, zoti Ibrahimi dhe zoti Traja. Në kushtet kur, është faqja 34 dhe është publik dokumenti, është në faqen e reformës në Nuk e vënë drejtësi. dyshim për të që po lexoni. Në kushtet kur mund të zgjidhet si antar i Këshillit Lartë të Drejtësisë një kandidat vetëm me votat e mazhorancës qeverisëse, duke anashkaluar, thonë kolegët e mazhorancës këtë, duke anashkaluar rolin e pakicës parlamentare në procesin e votimit, krijohen dyshime në drejtim të pavarësisë që duhet të karakterizoj institucionin kushtetues. Çfarë po themi ne sot? Ne po themi pikërisht këtë. Këto që kanë shkruar ekspertët e mazhorancës para 6 muajsh. Tani duhet dalin dhe thonë publikisht, kanë gënjur për standardin në korrik të 2015-ës, apo mbrojnë sot një standard tjetër, standardin e vënies së sistemit të drejtësisë nën thundrën e politikës, cila do qoftë ajo. Nuk na intereson ne nëse 3/5 i zotron Partia Demokratike me Partinë Republikane, apo i zotron Partia Socialiste me Lëvizjen Socialiste për Integrim. Nuk ka fare rëndësi ky. Ky është diskutim parimor. Sot, 3/5 në Shqipëri i zotron një shumicë qeverisëse. Vetëm një. Nuk përfshihet opozita në këtë shumicë. Atëherë, si bëhet zgjedhja e funksionarëve të lartë të sistemit drejtësisë? Bëhet vetëm me votat e shumicës qeverisëse? Jo. E kam pranuar vetë që nëse kjo ndodh, atëherë sistemi i drejtësisë nuk është më i pavarur. Dhe ka një specifik në këtë rast, sepse nuk bëhet fjalë për zgjedhje sporadike të ndonjë antari në një organ të sistemit drejtësisë. Zgjedhjet e një inspektori për shembull, inspektor me 2/3, nuk e presidentin me 71 shumë normale në duket. Bëhet fjalë për gjithë ngrehinën e sistemit drejtësisë në vend. Për të gjitha institucionet, se krijohen gjitha institucionet nga e para. Dhe di çfarë do të thotë që gjithë institucionet e sistemit drejtësisë sot, gjithë funksionarët e lartë të sistemit drejtësisë sot brenda një dite të emëroj vetëm një shumicë qeverisëse, do të thotë që jemi përpara dhunimit flagrant të parimit të ndarjes dhe balancimit të pushtetive. Pse jeni ju kaq të... Dhe ne nuk kemi qenë... Jo, një sekondë, jeni kaq paragjykues, ku e dini ju çfarë emri do dali nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, nga ato 5 emra që do vinë për propozim për votim. Po pas ato do votohen nga gjyqtarët, nga noterët, nga avokatët, po nga ata do vinë nga shoqëria civile. Pse i paragjykoni ju këto emra? Ne nuk paragjykojmë, do të jenë ata që kanë mbështetje. Nuk do të keni konsensus për ta. Do të kenë ata që janë mbështetje, që do të kenë mbështetjen e 84 vote, sepse do të duhen të paktën 84 vota për të miratuar nga kuvendi. Po sigurisht. Por ata të cilët do të marrin guximin, të kandidojnë, do të jenë vetëm ata që do të kenë një shans të votojnë. Tani po paragjykojmë gjithë sistemin që nuk dridhet nga Afrika dhe nuk kanë konkurrencë. 84 deputet. Po. Të kësaj magjorance. Pra do të jenë ata të pëlqyerit e do konkurrojnë për kësaj magjorance. Sigurisht, ata të cilët do të marrin guximin të kandidojnë, do të jenë ata që do të kenë një shans. Se askush, asnjë profesionist nuk do të vërnloj emrin dhe kredibilitetin e tij të shkojnë ku vendet mos votohet apo jo. Në Covid edhe kanë ndodhur që e kanë provuar dhe janë rëzuar. E kanë provuar. Po, i kanë lënë presidenti me muaj me vite atje dhe kemi gjykatat në të drejtë ku janë. Një arsye më shumë që të mos ta provojnë, ta vënë veten përballë provës votës deputetëve. Kush do ta marrë guximin? Një arsye më shumë që të shkojnë emrat me integritet, që të marrin me konsensusin e opozitës. A jap një sarim vogël? Po, patjetër. Atëherë. Çfarë gjyqtarësh duam ne? Ose çfarë antarësh të Këshillit Lartë Gjyqësor? Ne duam që të jenë të aftë. Po. Të jenë rritur në karrierën e tyre me shpatullat e tyre, të jenë me integritet. Do thotë të kenë atë krenarin apo kurajon civile që nëse jam në këtë post shtetëror, jam sepse e meritoj. Dhe jo se jam sepse dikush nga politika, Basha, Rama, Meta, Mediu apo kush do, e kam mik apo i kam bërë një nder. Apo jo, ky është dallimi i madh. Formula që propozohet. Okej, po e pranojnë, momentin e parë për zgjedhja është objektive, e qartë, e kriterizuar. Në rregull, do të dalin disa kandidatura. Do të trokasin te dera e parlamentit.
janë fare të qartë, sepse janë njerëz intelektual, ata që do t'jenë kandidatë për gjykatë kushtetuese, prokurorët përgjithshëm, apo në Këshillin e Lartë Gjyqësor. Ata e dinë që 84 e kusur vota i ka Rama Meta, pjesën tjetër e ka Basha. Çdo të ndodhë. Ata kanë ardhur me dëshirën për të qenë antar gjykatës kushtetuese, për të qenë antar i Këshillit Lartë Gjyqësor, për të qenë prokuror i përgjithshëm sidomos. Çdo të ndodhë. Do të ndodhë që kur të emrohen, do t'ja din për nder Rama Metës, sepse kanë votat. Dhe nga ky moment e tutje, ndodhë politizimi. Po nuk shkon se vetë keni thënë që ata që i keni emëruar ju, kur ndroi maggioranca, po punojnë për ta tjerë tani. Nuk ju shkon ky argument. Kështu ka funksionuar, po nuk shkon pra se sa ndron maggioranca, kur të vini ju prapë në pushtet, do bëhen me ju, se kështu ka ndodhur, apo këta do jenë ndryshe këta që do emërohen. Ja t'jap shpjegimin. Të gjitha këto emrime që do bëhen në mënyrë të njëanshme, me 84 vota. 84 vota nuk është aq e njëanshme. Janë 3 parti brenda. Qeveria. Janë 4 parti parlamentare me qeveria. 84 e kusur vota është qeveria sot. Koalicion qeveritar. Qeveria. Koalicion. Po qeveria pra. Disa parti. Është qeveria e cila është e interesuar, ndoshta edhe në mënyrë të natyrshme, që të ketë edhe një putër të saj edhe tek sistemi gjyqësor, sepse potenciali më të madh për të rënë abuziv, kush e ka? Qeveria. Do të thotë ka një ngasje dhe një shtys të fortë. E për këtë arsye, në momentin kur do të emrohen ca njerëz, të cilët në natyrën e tyre të punës do duhet i kundërvijen qeverisë, prokurori, gjykata e kushdo tjetër, ju mendoni se këto 84 vota që ka sot Rama dhe Meta nuk do të shtyjë dhe të nxjerrë atë njeriu dhe para se ta emroj do t'i thotë burri mirë, do shtosh atje, po do shkosh se do më bindesh mua, sepse unë të votoj, ndryshe nuk të votoj. Edhe kjo është një lloj dialektike njerëzore që në Shqipëri bëhet rëndom. Që duhet përdorur, besoj. Po dhe mundet, e s'kam komplekse ta them. E në qofë se ne kemi bërë, do duhet të bëjmë një reform, nuk do duhet ta bëjmë siç ka ndodhur deri tani. E në qofë se do duhet të bëjmë këtë reformë, është pikërisht depolitizim. Po pse jeni të besueshëm ju tani apo më qenë në opozit? Po merr edhe për këtë arsye. Merr edhe për këtë arsye. Që do të thotë, sot, mekanizmi i vetëm, që ata njerëz që do t'jenë prokuror, gjyqtar, gjykatë kushtetuese, antar të Këshillit Lartë Gjyqësor apo të prokurorisë, apo ata që do vlerësojnë gjyqtarët, kur të jenë në punë, në funksion, të dalin me një mesazh apo me një sentencë të shkruar në ballin e tyre. Që është? Jam këtu sepse jam i aftë dhe jam këtu jo sepse njoft Metën, Ramën apo Bashën. Jo, jam këtu se më kanë votuar kolegët, gjyqtarët, prokurorët, noterët, avokatët tani nga vi. Në instancë të fundit, ai i cili të vendos kapelen mbi kokë është parlamenti. Ka dhe një zgjidhje tjetër, Ilva. Që është? Ta heqim fare parlamentin nga çdo lloj votimi. E ke shtruar për diskutim? Po ka një gjë. Kërkesa jonë për të eliminuar, për të rrudhur pjesën e politikës të këtë lloj vendimarrje të emrimit të këtyre njerëzve, u pengua nga ana e ekspertëve të tjerë me idenë që po të heqim parlamentin, e di ç'na ndodh? Na ndodh që krijohet një dozë e porcioni i madh korporatizmi, me cilën jemi ne dakord. Po. Që do të thotë, ajo çfarë ne i kërkuam është dakord. Për sa kohë që kemi duart e lidhura që do duhet politika të ketë një lloj dore në emrimin e këtyre njerëzve. Ta kufizojmë si sa më pak mundësi dhe hapësirë parlamentit të votoj, dhe për ta kufizuar akoma më tepër, në mënyrë që të mos ndodh emrimi i njëanshëm politik, të vendosim mekanizmin pozit-opozit, 2/3 në kushtet normale. Madje për pyetjen që bëhet juve çfarë, 2/3 apo 3/5, po më po ta them dhe unë, edhe 3/5, madje dhe shumica e thjesht, janë shumica të cilat teoria e së drejtës kushtetuese i njeh pra. Porse teoria e së drejtës kushtetuese një dhe gjën tjetër. Shumicat përdoren në atë mënyrë për qëllimin për të hequr elementin politizim. Atër nga shumica e thjesht, 71 vota. Nga shumica e cilësuar 3/5, 84 vota. Dhe nga shumica e cilësuar 2/3, 94 vota. Cila është ai mjeti më i duhur që arrin qëllimin, depolitizimin, pra mos kapjen politike? Këtu duhet vetëm matematikë. Me qenë se jam të matematike. PS dhe LSI kanë 84 vota. PS dhe LSI nuk i kanë 94 vota, duhet edhe opozita. I ka PD dhe PS, po e kam pyetje për më vonë. Po sigur ishte kështu, do ishte e lishme? Atëherë, në qoftë se PS dhe PD, ja ta jap zgjidhje më herë. Në qoftë se PS edhe PD
do të ishin në bashkëqeverisje, absolutisht dhe 2/3 nuk do bënin punë. Sepse po Komisioni i Venecias përcakton se cila është opozit. Opozit është ai grup apo fluks parlamentar i papërfaqësuar në qeveri. Në qoftë se do të ishte PS dhe PD, absolutisht as 2/3 do bënin punë. Do gjeni një mekanizëm tjetër. Për të vazhduar atje ku e la zoti Alibej, pra gjitha këto diskutime teknike dhe arsye teknike për ne shumë të qëndësishme, janë dhe ngelen arsye teknike që ne të jemi mosbesues ndaj 3/5-ve, ndaj 3/5-ave të cilat janë propozuar. Dhe pyetja juaj, nëse nuk gaboj, ishte pak a shumë që pse nuk japim beneficin e dyshimit majorancës si këto 3/5 nuk do keq përdoren. Ka dy arsye thelbësore për këtë. Në radhë të parë është që ne po shkruajmë kushtetutën e re për sa i përket sistemit të drejtësisë. Dhe këto zgjidhje ngelen në kushtetutë dhe janë shumë të rëndësishme, shumë sensitive për t'i lënë në sensibilitetin e një majorancë të caktuar, në diskrecion e një majorancë të caktuar, kushdo qoftë ajo që nuk do t'i keq përdori. Pra është një pakt shumë i rëndësishëm ky që neve rishkruajmë për ta lënë thjesht në vullnetin e një majorancë, e cila nuk ka dhënë prova deri tani me thënë drejtën, që e meriton këtë beneficin e dyshimit, përkundrazi, ka dhënë prova në drejtim të kundërt. Por kjo është një arsye shumë e fortë në këndvështrimin tonë. Dhe në për sa i përket aspektit tjetër për cilin nuk kemi folur akoma, ndoshta do të vira të flasim, është që ne amendamentet kushtetuese të cilat janë propozuar i shohim në kompleksitetin e tyre. Dhe në qoftë se ne zbërthejmë gjithçka që është draftuar në atë që paraqitet si drafti i fundit, ne shohim në përgjithësi skemën në cilën propozohet që të riformatohet gjithë sistemi i drejtësisë. Dhe në qoftë se keni parasysh, ditën e sotme, në ambientet e Partisë Demokratike është zhvilluar një konferencë shtypi, në cilën është nga pikpamja vizuale është paraqitur, le të themi, për publikun e gjerë, për gjithë ata që nuk janë në brendësi të gjithë diskutimeve teknike dhe ndoshta nuk kanë edhe durimin dhe vullnetin për të dëgjuar gjithë argumentet tona teknike që mund të jenë edhe të lodhshme. Por në mënyrë skematike ka dalë ai oktapod i famshëm, i cili synon të kapi gjithë sistemin e drejtësisë. Dhe në çdo këmbë të atij oktapodi, në çdo institucion të rëndësishëm i cili merr përsipër që të pastrojë sistemin e drejtësisë sot nga ata që quhen të korruptuar. Në ata që marrin përsipër të garantojnë hyrjen në sistem, pra zvendësimin e tyre me gjyqtarë dhe prokurorë të rinj që të jenë të pakorruptuar, në ata që nesër do të bëjnë inspektimin, kontrollin e këtyre gjyqtarëve dhe prokurorëve, dhe në ata që kontrolluesin, në të gjitha këto element kyç janë propozuar 3/5. Pra është propozuar kapja politike në të gjithë kyçat e sistemit, në të gjithë valvolat shkarkuese të sistemit, cilat duhet të jenë garancia e sistemit vet. Dhe në të gjitha këto, jo pa qëllim, është propozuar e njëjta majorancë, dhe në të gjitha këto pika, jo pa qëllim, nuk cedohet nga ekspertët e pavarur të... E kuptoj. Dhe pse do e kalonte këtë reformë të tillë kaq problematike Venecia? Domethënë nuk i druhen. Jo. E ka ngelur klas, 4 Nuk i druhen ekspertët, jo këtë 4 e tha ty, jo Venecia. Unë. Po, them, pse do ta kalonte Venecia një reformë kaq dramatike? Ja, po e them çfarë ka thënë Venecia. Dy element po them. E para, 3/5 ka thënë, në bazë të pyetjes që ne i kemi bërë Venecias, ka thënë, është një shumicë e cila çmendon kapjen politike. 1, 2, keni krijuar një numër kaq të madh institucionesh, të cilat jo vetëm ngathësojnë sistemin, por se kanë edhe një kurth të madh brenda. Hapen shumë vende të reja pune, ta bëjmë banale. Vinte edhe në diskutim dhe numrin e ekspertëve që kemi në dispozicion. E pra. Po, të shkoj pak publicitet deri kthehemi. Ta mbaroj këtë dhe të them gjën e fundit. Të cilat jo vetëm ngathësojnë, jo vetëm bashkëpunimi është i tillë që nuk arrin se shqiptarët jo vetëm individualisht, po në fakt edhe institucione nuk është se shquhen për bashkëpunim aq të shëndetshëm me njëri tjetrin. E për këtë arsye do duhet të rishikohet. Them edhe të fundit. Kur vajti drafti në Venecia, ishin jo 8, sepse kjo ishin 9 institucione të reja. Venecia thot, rishikoni numrin e institucioneve dhe zvogëlojeni. Drafti finale, a e di se sa institucione ka? 10. Sepse ishte e pamundur ma dhanë një përgjigje ekspertët para ditës. Ishte e pamundur binte skema sepse ato e kanë një detyrë, i kanë kompetenca. Kjo Ministrisë Drejtësisë nga Venecia. Kjo do të thotë shkosh nga një drejtim tjetër, jo i Venecias. Publicitet e kthehemi pas pak. Pesantarët, ne kemi në proces hartimin e ligjit për Këshillin e Lartë Gjyqësor, dhe aty ka një procedurë shumë komplekse se si
bëhen thirrjet për kandidatët, si kandidatët shprehin interesin e tyre. Mund të marr një shembull. Ja, për shembull rasti i avokatisë. Avokatia do të zgjedh një antar në Këshillin e Lartë Gjyqësor. Çdo dhomë avokatie në nivel lokal do të zhvillojë një proces të vetin me thirrje për propozime, me verifikim kriteresh, me votim, dhe do të nxjerrë kandidatin e vet. Të gjithë kandidatët që dalin nga dhomat lokale të avokatisë eventualisht votohen nga një mbledhje e përgjithshme, Këshilli i Përgjithshëm Drejtues, mos qofshe e gabuar, i dhomës kombëtare të avokatisë, dhe avokatia del me 3 kandidatët e saj. 3 kandidatë e avokatisë, që është një proces larg çdo ndikimi politik. Vërtet politikës duhet të investojë shumë që të arrit ketë impakt, ketë ndikim në procesin që zhvillohet brenda avokatisë për të përzgjedhur ata 3 kandidatët që do të dalin në fund. Dhe nga këta 3 shkojnë për votim në parlament? Edhe në rast se këta politika gjen një shteg, sepse nuk ekziston rruga, gjen një shteg për të ndikuar disi të këta kandidatë, të këta 3 kandidatët që avokatia do të nxjerrë, pastaj vjen pengesa e radhës, që është Këshilli i Emërimeve në Drejtësi. Këshilli i Emërimeve në Drejtësi do të rendis këta 3 kandidatë. Do të thotë që për ne i pari është ky, i dyti është ky dhe i treti është ky. Dhe pastaj futet në varësi të karrierës, në bazë të kritereve karrierës, vjetërsisë në punë, performancës e kështu me radhë. Kto janë të gjitha për të rregulluar në nivel ligjor. Dhe vazhdon të shpjegimi pak më gjatë i zotit Ibrahimi, pak a shumë ky është e thelbi. Po. Zoti Libe. Zoti Kaso, unë edhe zoti Bardhi jemi avokat. Kandidojmë për të zgjedhur në Këshillin e Lartë Gjyqësor. Dakor? Po. Dhoma e avokatisë na vlerëson të 3-ve, mirë e bukur, vjetërsinë, aftësinë, integritetin, gjithçka. Dhe rezultojmë që ne të 3 jemi 3 kandidatura që do shkojmë tek Këshilli i Emërimeve. Që do ju verifikojë. E pra tek Këshilli i Emërimeve. Po. Dakor? Këshilli i Emërimeve. Do bëj rankimin tuaj. Një minutë. Këshilli i Emërimeve do na vlerësoj pra. Do na vlerësoj. Po. Pretendimi që zoti Ibrahimi thotë që vlerësimi që bëhet në Këshillin e Emërimeve është i tillë që heq çfarë do lloj doze politizimi. Madje përcakton kush është i pari, kush është i dyti, kush është i treti. Apo jo? Korrekt deri këtu? Pyetja e parë. Po pse duhet shkojmë në parlament për të votuar? Po na ka zgjedhur Këshilli. Burrat mirë, të aftë, besoj, pretendojmë të paktën, kemi arritur që kemi arritur, ja dim vetes tonë, pse do duhet të zhgryhemi në politikën e këtij vendi në parlament? Ose jeni 3, pra njëri do zgjidhet. Po pra ka zgjedhur një, ka bërë dhe një listë. Kaso i pari, Bardhi i dyti, unë i treti. Normalisht shkon Kaso. S'kemi pse të shkojmë atje. Pse ka vendosur rregullin që do duhet shkojmë, se s'bën atje dhe të zgjidhim në mënyrë të njëanshme, do thotë që do duhet të trokasim në derën e 2 kryetarëve të majorancës, që ata të na zgjedhin, e para kjo. Kjo nuk funksionon pra në këtë mënyrë. Atëherë, pranojmë variantin që zoti Ibrahimi thotë. Të 3 ne, 1, 2, 3 shkojmë në kuvend. Do të zgjidhet, dua shumë më tepër të zgjidhem akoma më tepër zoti Bardhi. Ky është më i miri. Vjen ky, pastaj unë i treti. Unë që mund të jem edhe pak edhe i rafinuar, mund shkoj, takoj Metën dhe Ramën dhe them, ata të 2, unë jam pengu yt. Çfarë të duash ti, unë do bëj për ty. E ti kujton që nuk do të votojnë mua do të votojnë. Dhe unë do t'jem peshku politik i madh i Metës dhe Ramës në Këshillin e Lartë Gjyqësor. Këtë janë versione hipotetike që nuk i shmang dot. Si do i zgjidhesh? Atëherë, nuk i shmang dot, që do të thotë ne do duhet të pranojmë politizimin në këtë rast. Po kjo është politizim fare, mëse të erdhën nga avokatët. Ky s'është politizim, ky nuk është politizim, ky është. Si do ta zgjedhësh ndryshe? Ky është partiakizim. Është akoma dhe më keq. Si zgjidhet ndryshe? Po. Të 3 ne. E njëjta situatë. Me 2 të tretat. Atëherë ke dy trupa që konfliktohen me njëra tjetrën. Opozit konfliktohen. Do me thënë, po tjetë Rama Meta dhe Basha brenda, je i pranushëm. Po, se ka një gjë. Pavarësisht gjatësisë, pavarësisht shtatlarësisë së cilit prej tyre, ka një gjë e cila është thelbësore. Janë në dialektik politike me njëra tjetrën. Apo jo? Është mekanizmi i kontrollit dhe balancës midis majorancës dhe opozitës. Ky është mekanizmi që na filtron në mënyrë objektive. Që do të thotë? Që do të thotë që nuk ka ekziston kjo lloj kulture, zoti Alibej, që bien bashkë dakord për të zhbllokuar situatën. Të lutem, kur të zgjidhet zoti Kaso, nuk do t'ja di për nder as majorancës, as opozitës, ose të dyjave bashkë, sepse ato thonë që po, si ky nuk na vjen njeri. Kur në rastin kur nuk merrem vesh me njëri tjetrin, atëherë do zgjidhet përsëri, po do zgjidhet sepse e di që është më i miri kësaj pune. E kupton se thjesht? Zgjidhet
por nuk është pengi politikës. Dhe ju flisni Këtë duam ne. për këtë spektër politik që kemi që mund të mendojnë që ka një individ të tillë që përfaqëson të tre? Ose asnjëri. Ose asnjë. Do mbetemi pa institucione. Jo, pra mbetemi po si do e zgjidhësh? Me persona jo politik. Shkon më i miri në renditje. Si do e zgjidhësh? Si do shkoj më i miri për kë? Më i miri i rënditur nga një strukturë apolitike. Po rëndit pra, nga Këshilli i Emërimeve. Nga Këshilli i Emërimeve ne do ta sqarojmë pse jemi kundër Këshillit të Emërimeve pak më vonë kur. Rrëzua dhe Këshilli i Emërimeve tani. Absolutisht po, është pjesë e skemës së hartimit kushtetutës me emra bashklidhur. Me emra bashklidhur, ne sot e dim për shembull se kush do të jetë në momentin ku do hyjë në fuqi ndryshimet kushtetuese, se kush do të jenë antarët e Këshillit të Emërimeve në drejtësi. Dua të sqaroj një gjë këtu, se ndoshta nuk doli. Ne diskutuam me ekspertët e mazhorancës të shtunën në darkë, në takimin që media e ka bërë publik, dhe ram dakord në parim për formulën që ne propozuam, që nuk ishte as formula jon origjinale, as formula e tyre origjinale, po një formulë kompromisi që e ofruam në atë takim. U ra dakord parimisht nga, në fakt, po të lexosh minutat e takimet, qëndrimi i shprehur nga zoti Ibrahimi, i cili tha në parim unë jam dakord, po me kushtin e vetëm që të na e sillni të shkruar. Vuri dhe një kusht të dytë në fakt që ka lidhje me Këshillin e Emërimeve, dhe tha ne mund ta pranojmë, po nëse ju pranoni që të jetë Këshilli i Emërimeve, do ta shpjegojmë pse donte zoti Ibrahimi Këshillin e Emërimeve. Në atë moment, ekspertë ndërkombëtar që na asistojnë në atë proces, thanë, nuk kemi asnjë arsye për ta shtyrë për nesër shkrimin e dispozitës, është gjë më e thjeshtë, ulemi dhe e shkruajmë sot. Dhe ulëm dhe e shkruam, meqense ky ishte kushti, që na e sillni të shkruar për ta vlerësuar. Ulëm dhe e shkruam në mbledhje një formulim të përgjithshëm që transmetonte idenë që ne propozuam. Pasi ne e propozuam me shkrim, siç ata na kërkuan, na thanë, duam kohë, do mendojmë natën. Dhe në mëngjes, ditën tjetër, erdhën dhe tha, nuk e pranojmë kushtin tuaj, i qëndrojmë të 3/5, madje i qëndrojmë edhe Këshillit e Emërimeve. Pse, do të pyesni ju? Sepse sot, me rregullimet tranzitore që kanë propozuar në draftin final, Këshilli i Emërimeve në drejtësi do të përbëhet nga 7 individ. Ju do të pyesni kush janë? Janë me emër dhe mbiemër sot. Dhe do të jenë pozicione, jo me emër me mbiemër. Me emër dhe me mbiemër, dhe ti them unë. Pozicione. Me pozicione dhe me emër dhe mbiemër. Aty kur nuk na intereson antari më i vjetër në moshë i organit, themi antari më i vjetër në detyrë. Aty ku nuk na intereson, ju jeni gazetari, mund ta lexoni, është kështu siç po them unë. Aty ku nuk na intereson antari më i vjetër në detyrë, themi antari më i vjetër në moshë. Dhe di pse bëhet kjo zgjedhje? Kjo zgjedhje bëhet sepse ky Këshilli i Emërimeve është koka që do të bëjë rënditjen e gjithë kandidatëve për në të gjitha institucionet. Dhe duke pasur nën kontroll Këshillin e Emërimeve, prandaj dhe zoti Ibrahimi e kishte dhe e shtroi si kusht, duke pasur nën kontroll dhe me formulën që ka vënë e kanë plotësisht në kontroll, mund të kontrolloni kush janë emra që do të jenë, dhe do të shikoni që janë individ qartësisht mbajnë funksione vërtet, por një pjesë e tyre, pra në shumicë, janë individ me lidhje të forta me Partinë Socialiste, dhe këtë nuk e them unë. E thot çdo vëzhgues i afërt i sistemit drejtësisë. Ne të tre jemi pjesë e sistemit drejtësisë, jemi juristë. I afërt me krahun tuaj. Jo i afërt, po tani nuk mund të themi ne që krahun atyre që synon që të mbrojnë nesër. Nuk mund të themi ne që individ dhe familjar të deputetëve të Partisë Socialiste janë me Partinë Demokratike. Nuk bën sens ta themi këtë. Ju hetoni se kush janë këta individ që përbëjnë shumicën e Këshillit të Emërimeve. Vetëm ne dhe ju s'keni pse bëni rebus, nëse ja u dini emrin, ja u thoni, por nuk është kjo lidhje familjare. Njëri prej tyre është Sokol Berberi. Çfarë do të thotë kjo? Tjetri është antari i emëruar. Nuk do të thotë asgjë që ka lidhje familjare. Jo, po tani është një person. Po në këtë botë jetojmë. Është një person. Absolutisht në këtë botë, edhe në këtë vend jemi, kupton, dhe kaq janë shqiptarë. Jemi politikisht të demaskuar dhe kjo nuk është domosdoshmërisht e keqe. Ta pranojmë këtë realitet. Ca të majt, ca të djathtë themi në këtë punë. Historia është që të mos e bëjmë bajate. Dhe ca janë profesionistë profesioneve të tyre. Absolutisht që të mos e bëjmë bajate. Problemi dhe parimi që ne propozojmë, që të zbatohet, është ky. Të mos e kemi kushtetutën me listë emrash bashklidhur, pra Sokol Berberi, Vangjel Kosta, Ardian Vorani dhe një sër të tjerë, emrat bashklidhur kushtetutës, se janë në detyrë ata, ne themi dhe propozimi që kemi bërë, ka qenë të jetë trup me 6 gjyqtar,
antarët e rinj që zgjidhen në Këshillin e Lartë Gjyqësor, që nuk i din njëri kush do jenë, do të zgjedhin kolegët e tyre pasi të hyjnë fuqi kjo kushtetutë. Ajo korporata do të zgjedhin. Ato që do t'i zgjedhin, ato do t'i zgjedhin. Edhe këto, ajo korporatë do të vlerësohen janë sipas sistemit vlerësimit që përpara se të kalojnë në përzgjedhjen dhe renditjen e kandidaturave për këto pozicione, të kalojnë procesin e vlerësimit, pra të vlerësohen sa të aftë janë profesionalisht, sa integritet kanë dhe si e kanë vënë pasurinë e tyre. Tani, problemi është, duam apo jo ta luftojmë korrupsionin nëpërmjet reformës në drejtësi, apo duam të bëjmë thjesht se sikur po bëjmë reformë, dhe ndërkohë mos bëjmë asgjë, ta lëmë sistemin kështu siç është. Kjo është arsyeja pse ne kemi kundërshtuar Këshillin e Emërimeve, sepse është një organ që sot ne e dim antarësinë e tij, pra është kushtetutë me listë emrash bashkëlidhur, është e papranueshme. Ju jeni kundër Këshillit të Emërimeve si koncept, si institucion, apo mënyrës se si do zgjidhen ata që do të përbëjnë Këshillit të Emërimeve si koncept dhe për faktin se sot ne e dim përbërjen e Këshillit të Emërimeve që do bëjë emërimet e gjithë drejtuesve të lartë. Kush do ta bën tek këtë filtr nëse nuk do të kishim një Këshill të Emërimeve? Venecia kërkon trupa profesionistësh të pavarur nga politika, sepse është politika që i voton, dhe meqense kandidatët të cilët propozohen që të votohen në këto pozicione kaq delikate, duhet të kenë dy komponentë. Duhet të kenë komponentin e parë profesional, të cilën duhet ta vlerësojë një trup profesionale që nuk është politika, duhet dhe politika me anë të votimit të japin mbështetjen më të gjerë të mundshme, besimin më të madh publik të mundshëm. Pra kemi dy komponentë. Komponentin e parë, ashtu si sugjeron Venecia, dhe ne në mënyrë analoge kemi sugjeruar që ta bëjë një trup e pavarur profesionistësh. Që në rastin e gjykatës kushtetuese do të ishte vetë gjykata kushtetuese, e kush më mirë se ajo do të mund të vlerësonte aftësitë profesionale të këtyre kandidatëve për të qenë kolegët e tyre, kush më mirë se ajo mund të bënte një rankim të tyre bazuar mbi aftësitë profesionale dhe mbi kriteret të qarta të cilat do të detajohen në ligj. E njëjta gjë për Këshillin e Lartë Gjyqësor, e njëjta gjë për Këshillin e Lartë të Prokurorisë etj. Kur gjykatës kushtetuese ne i kemi besuar gjëra shumë më të rëndësishme se kjo. Kemi besuar vetë kushtetutën e vendit, marrëveshjen e madhe, e cila duhet të funksionojë për të gjithë, si nuk i besokemi neve një rankim të thjesht kandidatësh për të bërë nesër kolegët e tyre, pa komponenti politik. Thjesht renditje bazuar në merit, në profesionalizëm. Dhe ky është mekanizmi më i mirë zhbllokues, mendojmë ne, nëse politika vendos të mos merret vesh, me çfarë do lloj maxhorancë, me çfarë do lloj thyesi, me 3/5, me 2/3. Ky është mekanizmi, kjo renditje propozohet dhe është propozuar nga ne si mekanizëm zhbllokues për të çuar atje më të mirët dhe më të aftët personalisht, dhe jo më të politizuarit. Dhe në momentin që ju jeni kundër Këshillit për Emërimeve në drejtësi, besoj se nuk jeni edhe për Komisionin e Pavarur Kualifikimi dhe për Kolegjin dhe për monitorimin. Po ne gjitha digjet ajo pjesë? Jo, një minutë. Ne kemi vrejtje të forta për ato të cilat Venecia ka vrejtje akoma më të forta. Këshilli i Emërimeve në drejtësi, Tribunali disiplinor, në fakt për të cilin kemi thënë këtë gjë. Në parim jemi dakord. Veçse përbërja e tij është problematike, ka thënë Venecia. Po në parim ne kemi thënë dakord. Dhe së treti, Inspektorati i Lartë i Drejtësisë. Ky është një nga ato këmbëzat e oktapodit që do fshikulloj të gjithë. Jo vetëm kaq, po siç e kanë shkruar. Vetëm për shkelje disiplinore. Jo, të lutem, ja të them diçka. E kanë ngritur në nivel kushtetues. E kontrollon e dini kush? Ministri i Drejtësisë. Dhe di çfarë do bëj ky? Ky do inspektoj gjyqtarë prokuror. Bukur shumë. Por do inspektoj edhe Këshillin e Lartë Gjyqësor, edhe Këshillin e Lartë Prokurorisë, që do të thotë, ju këshilltar që nuk do të ndërshkoni këtë gjyqtari nëse prokurorin se dua unë, sepse do ministri i Drejtësisë, unë ju ndërshkoj dhe juve. Dhe një nga çështjet që ka ngritur Venecia ka qenë pikërisht konflikti i interesit. Pra, për këto tre institucione, ne shprehim pikërisht sensibilitetin që Venecia ka shprehur. Po, minimalisht ta thjeshtëzojmë. A ka zgjidhje? Për të gjitha ka zgjidhje. Kështu që ne jemi për komisionin e vlerësimit. Dikush do ta kontrollonte inspektoratin, do kishte një varësi. Do të jap një zgjidhje. Për komisionin e vlerësimit, të rivlerësimit, ne jemi, sepse jemi për procesin që të spastrohet nga fenomeni korruptiv e gjithë ngrehina gjyqësore. E pranojmë tashmë që duhet bërë një gjë e tillë. Ama nuk kemi ne drejt mendojmë që nëse këta vlerësuesit i emron qeveria, këta nuk do të jetë aq burra të mirë sa të mos bien në ngasjen që të spastrojnë ata që për mendimin e tyre janë politikisht
Apo mendojnë që janë nga ta njerëzit të cilët nuk ja hapin telefonin kryeministrit? Me shumë gjasë ndodh. Kështu që ne jemi për këtë proces, por që edhe këta vlerësues të ndahen në mënyrë të qartë. Kështu që vetëm për një numër të vogël, që Venecia ka thënë, nuk dalim nga Venecia ne. Në ujrat e Venecias, gondola jonë vjen vërdall. Në Gran Kanal jemi edhe ne, nuk dalim te këtyre kufive. Për ato çfarë ata kanë thënë që janë institucione që ngathësojnë sistemin, institucione të cilat kanë konfliktin e interesit brenda, institucione të cilat kontrollohen nga ministri i drejtësisë, për këto ne nuk jemi. Dhe ka zgjidhje të tjera. Ndryshimet e fundit që janë bërë draftit, besoj se e keni parë, i zgjidhin i adresojnë këto shqetësimet Venecias? Sapo thash, që nga 9 institucione që janë, kanë bërë 10. Kush është shtuar? Komisioni i pavarur i kualifikimit pranë gjykatës lartë. Historia kolegji. E cila ishte historia kolegji i posaçëm. Kolegji i posaçëm, fal. Sepse sapo dal. E di çfarë thën Venecia? Ju vërtet po bëni një katarsis të madh, një lustrim të madh të sistemit gjyqësor. Bravo, shumë mirë. Kjo është një ngjarje që nuk është e zakontë të ndodhë. Por do ta bëni këtë, po me një kusht shumë të fortë. Duhet të zbatoni fort nenin 6 të konventës europiane që thot edhe gjyqtarët të korruptuar qofshin, hajdut me çizme, duhet të ankohen në gjykatë. Ç'kan shkruar? Kanë shkruar, si ishte? Kolegji i posaçëm i kualifikimit. Pra gjykatës lartë. Që kushdo që lexon për herë të parë, bravo, ekspertët kanë gjetur gjykatë. Kur lexon më poshtë, atë që rezulton, këta gjyqtar emërojnë nga kuvendi. Si? Me 3/5. Gjykat do të thotë gjykat. Ai që emëron po gjykata nga gjyqtarët votuar në parlament do zgjidhet pa në fund. Kjo është gjykat, kjo është kolegj i pavarur pra gjykatës lartë. Ky është kolegj i pavarur pra kryeministrit. Dhe ky nuk është një 6 i konventës. Okej. Mirë, kam publicitet, rikthehemi prapë. Nga këto 11 vretje, kritika që keni, sa mund të negociohen ende apo? Ka hapësirë për negociat? Të gjitha janë të negociueshme brenda kuadratit që ka emrin opinion i datës 21 dhjetor i Komisionit Venecias. Rikthehemi për të parë se çfarë mund të negociohet ende pas pak. Lexoni opinionin e Komisionit Venecias dhe faktikisht shqetësimi që ka Komisioni i Venecias është nëse ka Shqipëria burime njerëzore dhe financiare. Edhe rrezik të përplasjes së kompetencave me gjykatë. Do ta shpjegoj këtë gjë, ndërkohë që jep si një vlerë ngritjen e sistemit të drejtësisë administrative me gjykatë të lartë në rastin e Ukrainës dhe në shumë raste të tjera. Pra, ngritja e një sistemi të gjykatës së lartë administrative është e mirëpritur. Çështja e përplasjes së kompetencave, ajo është një çështje që ndodh në çdo lloj gjykate dhe në çdo lloj juridiksioni në botë. Dhe ne kemi menduar dhe zgjidhem për këtë gjë. Por nuk do të thotë që meqense ka përplasje të mos krijojmë gjykatën administrative, se nuk është argument. Sepse në pothuajse në pjesën dërmuese të Shtetit të Evropës i kemi të dyja sistemet. Si zgjidhin mosmarrëveshjet e kompetencave ata midis dy gjykatave? Midis gjykatës administrative dhe gjykatës lartë. Kjo është një tjetër pikë që keni shumë vretje. Nuk e di kush do e marrë fjalën për të më thënë si mund si. Po, në fakt ne nuk është se nuk bijem dakord me faktin që në Shqipëri drejtësia administrative duhet jetë e veçantë dhe me gjyqtar të specializuar në këtë fushë. Ka qenë propozim i qeverisë Partisë Demokratike në 2008 për të miratuar, ju e dini, ligji për gjykatat administrative. U mbajt peng ky proces deri në 2012. U miratua ligji dhe vazhdoi të mbahej peng për shkak të disa ndryshime që duhet të miratoheshin në gjykatën e lartë dhe me çfarë kishin të bënin? Kishin të bënin me krijimin e kolegjit administrativ pranë gjykatës lartë. Që çfarë janë? Janë 6 gjyqtar të specializuar që do të gjykojnë vetëm mosmarrëveshjet administrative. Pra, drejtësinë administrative ne në Shqipëri e kemi të organizuar me gjykata të specializuara, duke filluar nga shkalla parë deri në gjykatën e lartë. Tani pyetja që shtroj unë është, a kemi ne burimet e nevojshme njerëzore dhe financiare për patur një gjykatë lartë të dytë, dhe në këtë rast gjykatë lartë administrative? Venecia ka vënë në diskutim, dhe unë e vënë në diskutim dhe ne e vëmë në diskutim. A do ta lehtësonte kjo punën e çështjeve administrative
Të cilat janë dosje që janë pirë edhe sot që nuk janë ashtu, çështjet administrative nga gjykata e apelit administrativ për çështjet caktuara shkojnë në gjykatën e lartë. Nuk është trupa e gjykatës lartë e gjitha, por është kolegji administrativ pranë gjykatës lartë që shqyrton këtë çështje. Nëse ka shumë ngarkesë pune, atëherë nga 6 gjyqtarë që janë sot, t'i bëjmë 12. Meqense ne kemi para për të ngritur numrin e gjyqtarëve, unë ju garantoj që edhe kjo nuk është dhe nuk përputhet me realitetin financiar të shtetit shqiptar, sepse vetëm për të shtuar 2 antarë në 2013, 2 antarë në gjykatën e lartë, ka patur negociata dhe forta politike mes ministrit drejtësisë, unë e kam ndjekur procesin, dhe ministrit financave, sepse Shqipëria nuk është një vend i pasur, shqiptarët nuk janë të pasur, dhe ne nuk kemi luksin për të patur një administratë të veçantë për një gjykatë të dytë lartë, fonde për mirëmbajtje godinat në një gjykatë të dytë lartë dhe kështu me radhë. Shtuar kësaj dhe komenti që ka bërë Venecia, që sistemi i drejtësisë administrative i organizuar në mënyrë specializuar në Shqipëri, ka shumë pak vite që është ngritur dhe ne duhet shikojmë si funksionon. Propozimi dhe absurdi në këtë rast është që fillimisht u propozua të shkrihej gjykata e apelit administrativ. Pra që drejtësinë administrative që e konsiderojnë kaq të rëndësishme, dhe në fakt është e rëndësishme, kërkuan ta organizojnë me një shkallë. Pra të merrje vendimin në shkallë të parë dhe mos kishte mundësi ankimi, sepse në gjykatë të lartë duhet të jemi të kujdesshëm, gjykatë lartë jo çdo çështje mund të shkojnë në gjykatë lartë. Shkojnë vetëm çështje nëpërmjet rekursit për shkak të problemeve që ka vendimi me përputhshmëri me ligjin, por nuk gjykon gjykata e lartë në çështjet në themel. Atëherë si ka mundësi këta që japin kaq shumë peshë drejtësisë administrative dhe specializimit në drejtësinë administrative, saqë propozojnë krijimin e gjykatave të posaçme të lartë, kërkonin të shkrinin në gjykatën e apelit administrativ? Okej, propozimi zgjidhja kush është, mos ketë fare? Zgjidhja është të vazhdoj e njëjti sistem i drejtësisë administrative që ka hyrë në Shqipëri për herë të parë në vitin 2012. Nuk ka bërë akoma ka filluar në funksionimin në nëntor 2013 dhe nuk ka as 2 vjet që ka filluar funksionimin. Ta testojmë, ta shikojmë si do shkojë. Nëse funksionon me kolegji administrativ, vazhdoj të funksionon me kolegji administrativ. Nëse nuk funksionon me kolegji administrativ, këtu janë deputetët të bëjnë ndryshimin dhe të krijojnë një gjykatë të lartë administrative. Në momenti ku flasim është krejtësisht e panevojshme. Nevoja vetme, edhe një fjali të lutem, është për të populluar një gjykatë të re. Gjë që është absurde në gjykimin tonë. Politikisht, sigurisht. Mund të shtoj diçka me pa i hequr asgjë asaj që tha zoti Bardhi, lidhur me këtë debat përsa i përket këtyre institucioneve të reja që krijohen, njëri prej cilëve gjykata e lartë administrative, do doja të kthehesha pak te pyetja juaj e mparshme lidhur me draftin, pra ky draft që dje është bërë i njohur për publikun, me thënë drejtën edhe për ne si ekspert propozuar, pavarësisht se duhet në momentin që para 2 ditësh u proklamua që drafti kishte përfunduar, një kopje e tij na vjen në dispozicion të paktën për të parë çfarë kishin vendosur kolegët ose çfarë kishin reflektuar nga ato tonat, për hir të së vërtetës nuk kanë reflektuar asgjë. Por për ta kthyer te disa momente të cilat në këndvështrimin ton e përkeqësojnë edhe draftin e parë në raport me rekomandimet e Venecias. Duhet ta themi këtu, dhe gjithë shqiptarët duhet ta marrin vesh, ata që nuk i kanë hyrë në brendësi draftit nëpërmjet ekranit tuaj, që sot me këtë draft që na paraqitet, në momentin që ky draft votohet dhe hyn në fuqi, gjykata e shkallës parë e krimeve të rënda, e cila gjykon dhe veprat penale të korrupsionit iniciative kësaj qeverie, gjykata e apelit për krimet e rënda, prokuroria pranë gjykatës shkallës parë të krimeve të rënda, pra prokuroria e famshme antikorrupsion, dhe prokuroria e apelit, shkrihen menjëherë. Pushojnë se ekzistuarin në momentin që ky draft hyn në fuqi. Të gjithë gjyqtarët dhe gjithë prokurorët, të cilët në teori për iniciativë shumë të reklamuar të kësaj qeverie, duhet të gjykonin ministrat e kësaj qeverie, zyrtarët e lartë të kësaj qeverie, për gjithë veprat penale që lidhen me korrupsionin, aktualisht disa janë duke u hetuar nga kjo prokurori. Dhe shumë prej tyre mund të shkonin në një proces gjykimi. Të gjithë këta që në momentin që ky draft miratohet, ngelen të papunë. Por mund të bëhen pjesë e strukturës posaçme antikorrupsion dhe krimit të organizuar. Këta ngelen të papunë për një periudhë jo më pak se 6 mujore, derisa të krijojnë institucionet e reja, pra Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Më pas duhet të kalojnë procesin e vetting, pra procesin e verifikimit të figurës tyre, të aftësive tyre profesionale dhe të pasurisë, proces të cilin gjithë gjyqtarët dhe prokurorët duhet ta kalojnë dhe ne nuk kundërshtojmë këtë pikë, dhe më pas me kërkesë të tyre duhet të ridrejtohen këtyre organeve të reja për të rifutur në sistem. Mund të futen, mund të mos futen, varet nga vullneti i shumicës e cila do të kontrollojë këto organe. Por kjo në këndvështrimin tonë është një gjë shumë e rëndë, e cila po ndodh dhe nuk mund të lihet pa thënë.
si që është po aq e rënd, dhe mekanizmi i cili në bazë të opinionit Venecias, mekanizmi i vlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, që Venecia, duke konsideruar këtë si masë të jashtëzakonshme, por të domosdoshme, duke parë si ishte paraqitur gjendja e korrupsionit në vendin tonë, kërkoi që ky mekanizëm të ishte i kufizuar në kohë. Pra gjithë këta gjyqtarë dhe prokurorë që do vlerësoheshin, përveç të drejtës aksesit drejt për drejt në gjykatë, në një gjykatë të krijuar me ligj dhe jo komisione të posaçme, të kishin dhe këtë garanci tjetër, që ky proces do të ketë një fillim dhe një mbarim të arsyeshëm. E disa është zgjatur ky proces, kjo shpatë Demokleu e cila u ri mbi kokë, jo vetëm gjyqtarëve dhe prokurorëve të korruptuar, po dhe atyre të cilët nuk janë të korruptuar, të cilët punojnë me ndershmëri dhe japin drejtësi, se kemi një pjesë të drejtësisë e cila bën drejtësi. Siç pranojmë që ka dhe korrupsion. Ky proces nga 4 vjet që parashikohet, zgjatet në 11 vjet. Pra 11 vjet, këto institucione të cilat sot çimentohen politikisht, do të kenë kontrollin, do të jenë një rrezik i përhershëm, jo vetëm për gjyqtarët dhe prokurorët e korruptuar, po për gjithë gjyqtarët dhe prokurorët e Republikës së Shqipërisë. Kjo është një gjendje e re, përkeqësuese me këtë draft dhe që shkon diametralisht kundër me opinionin e Venecias. Pozita ndershmërie dhe pozita pune më larg korrupsionit, nëse është për 11 vjet. Në këto 11 vjet, trupat politike të cilat votohen me 3/5, se ne i konsiderojmë trupa politike. Presupozojmë që do t'i mbajnë në tension vetëm për luftën kundër korrupsionit dhe për asnjë qëllim tjetër politik. Duhet ishim shumë naiv që ta besonim këtë. Dhe në shtesë të kësaj shumë shkurt, se është një pikë vërtet që është ne u befasuam kur e pam për herë të parë dje ose për dje kur morëm draftin. Dje. Do të thotë gjykata e krimeve të rënda dhe prokuria e krimeve të rënda shkrihen me një herë. Jo vetëm kaq, po ka dhe një çështje tjetër në vazhdim të kësaj. Një nga arsyet më të forta të cilat ka bartur kjo reformë në drejtësi ka qenë ngritja e një institucioni i cili do të targetohej, do të adresonte pikërisht luftën ndaj korrupsionit. Prokuroria speciale. Përvoja rumune, kroate, andej këndej. Varianti i parë, drafti i parë, ai që shkoi në Venecia, e parashikonte ngritjen e prokurorisë speciale në kushtetut. Gjë shumë e mirë e përshëndetur nga ana jonë. Drafti i fundit, ai që u prezantua dje për dje, diçka kishte bërë, dhe ne patëm edhe debat, që prokuroria speciale do të ngrihet me ligj. Dhe kjo është shumë e çuditshme. Po si duhet ngrihet tani? Do ngrihet me ligj, po sa do ngrihet? Jo pra. Po si? Një minutë, të kuptosh se kjo është teknike në fakt. Është shumë teknike. Është shumë teknike, po tregon dhe vullnetin politik. Siklete teknike, kështu di si janë juristë në përshpicjen a ndjekin tani. Ata janë shumë të kënaqur dakord, ata janë shumë të kënaqur më dëgjoj mua vetëm. Jo, mua më erdhi një reagim për shkakun, mos i deformoni linet kushtetuese. Sepse thuhet që gjyqtarët e krimeve të rënda nuk mbeten pa punë. Mund të lexojmë, po. Pas kalimit të verifikimit do të emërohen automatikisht në gjykatën e posaçme. Brenda 2 muajve nga krijimi i Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë Prokurorisë i nënshtrohen procedurës verifikimit. Pra brenda 2 muajve nga krijimi i Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë Prokurorisë, i cili krijohet brenda 6 muajve nga dhe sa është hapësira që mbeten pa punë? Nga hyrja në fuqi. Po 6 muaj po njëherë derisa krijohet Këshilli i Prokurorisë. Më pas 2 muaj duhet të fillojë procesi i verifikimit. 2 vjet, 2 vjet ose 11. Ose 11, ku thot kolegu. Dhe më pas riemërohen. Do t'i bëjnë kërkesë të tyre. Këshilli të emërimeve. Ajo diskutimin që po bëja. Këta që i kemi, ndoshta si kemi më brilantët. Ndoshta. Megjithatë jemi mburur deri tani që gjykat më të mirë, shembulli së cilës do duhet ndiqet ka qenë kjo. Mirë është kesh edhe mite, edhe shembuj. Shembulli mirë do duhet ndjekur. Këta që kemi si më të mirët, i vendosim një kryq të madh. Dhe vetëm kaq. Por se edhe prokurorinë speciale, atë që u përshëndet që momentet e para e cila do duhet ishte organ kushtetues i përshkruar në kustetut, varianti i fundit thot, do duhet të ngrihet me ligj. Dhe rëndom siç ndodh në ligj, në një ligj që miratohet me 3/5 dhe na doli prap 3/5. Fare mira i ligji mund të arrudh aq shumë vetë institucionin sa ta kap në dorë. Garancia më e madhe është kur ti e përcakton në kushtetut. Dhe kjo ka qenë një nga debatet e më të mëdha. Pyetje. Tek 11 vretjet, kush ka nga cilia për tyre ka ende hapësirë për dialog që mund ta gjeni dhe mund të reflektohet opinioni juaj? Pjesa e mandati prokurorit përgjithshëm, kam shumë e mori një përgjigje pozitive për ju. Nuk ndërpritet mandati. Jo.
Ka ngelur si që shkrimi, se këtu është krijuar edhe kështu një lloj. Nuk është krijuar, u sqarua këtu të hënën kam përshtypjen. Ndërpritet. Shif çfarë thon. Me hyrjen në fuqi eventualisht të reformës, deri në 6 muaj që është limiti maksimal, do krijohet Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Po ky mund krijohet edhe brenda 2 javësh. Maksimumi është 6 muaj. Dakor? Mbas këtij 6 muajshi duhen dhe 2 muaj që të zgjidhet prokurori i ri. Që do të thotë në maksimumin e vet. Dhe i vjetri është në detyrë deri ditën që zgjidhet i riu. Që do të thotë, nëse miratohen të themi në maj, 8 muaj mbas majit, mandati i prokurorit bie, por mund të bie edhe që muajin e parë. Pra, koncepti është këtij prokurori i ndërpritet mandati. E Venecia nuk thotë kështu. Venecia thotë, është i pranueshëm vazhdimi i mandatit. Flasim për aktualin? Aktualin. Po. I marrim afatet tamam? I marrim. Në qoftë se reforma miratohet në mars që mandati Po marrim që miratohet në mars. Në mars. Mandati i prokurorit aktual mbaron në dhjetor të 2017. Do thotë minimalisht 1 vit përpara i ndërpritet mandati kushtetues. Kjo është e gjithë historia sipas amendamenteve të propozuara dhe të shpërndara për mendim deputetëve të kuvendit. Pra i ndërpritet mandati, ndërkohë që Komisioni i Venecias ka thënë vlerësoni mundësinë dhe nuk ka asnjë arsye për të ndërprerë mandatin prokurorit të përgjithshëm. Se jep edhe shpjegimin pse nuk i duhet ndërprerë. Po kjo është një nga 11 pikat me të cilat ne konstatoj mos përputhje midis draftit final dhe opinionit Komisionit të Venecias. Dhe siç e shpreu dhe zoti Ali Beaj, ne për në asnjë moment nuk mund bëjmë kompromis apo të ofrojmë zgjidhje alternative për çështje që janë shumë qarta në opinionin Komisionit Venecias. Kemi pranuar të gjithë që do të punojmë dhe do të reflektojmë sugjerimet e Komisionit Venecias. Mbi ato që ka shkruar Komisioni Venecias, nuk jemi më në Venecia, mund të jemi në Afrikë apo ku diun në një vend tjetër, por në Venecia dhe në standardet europiane dhe ndërkombëtare të organizimit të sistemit drejtësisë nuk jemi më. Okej. Deformimi i komentit për rolin e presidentit. Çfarë shqetësimi keni këtu? Po ja ta them, shkurt. Venecia thot, me që ju presidentin nga 3/5 dikur e zgjidhi me shumicë të thjeshtë në raundin e fundit, ka sens t'i rrudhen paksa kompetencat. Bukur. Kompetenca e parë për cilën ram dakord t'i rrudhet, të mos jetë në Këshillin e Lartë të Drejtësisë. As mos ta kryesoj. Dakord deri këtu? Po. Madje shkojmë edhe më tej. Që të mos jetë ai që emëron gjyqtarët. Se kështu e kemi në kushtetutën aktuale. Venecia thot bravo, shumë mirë. Ama një kompetencë do t'ja lësh presidentit. Cila që gjyqtarët dhe prokurorët, shkallës para apelit apo gjykatës lartë, ti emëroj në instancë të parë Këshilli i Lartë Gjyqësor, KLD-ja, por presidenti të ketë një të drejtë, të vetme, që kur kandidatura është e papërshtatshme, dhe po them, një student i mirë i juridikut me 10, por që mund të ketë lidhje ose rekorde kriminale, siç kemi thënë ne, ai mund ta kaloj filtrin e KLD-s. Si thuash, merr diplomën, djalë shumë i mirë, shembullor. Por se mund t'i rezultojë kjo papërshtatshmëri. Kush mund t'ia shoh? Presidenti. Është ai që merr informacione nga agjencitë inteligjente etj. Dhe ka këtë mundësi ta bëjë, po. Jo. Çfarë kanë shkruar? Po, presidenti ka të drejtë që në instancë të parë, kur i vjen një kandidaturë e papërshtatshme, ta rrëzoj. Vazhdon dhe s'ka pikë këtu. Vazhdon fjalia. Në qoftë se presidenti e rrëzon, ky rrëzim i presidentit do duhet të kaloj përsëri në Këshillin e Lartë Gjyqësor, i cili po e votoi përsëri atë njeriu, ai pastaj emërohet. Po mirë, në qoftë se ka votuar një herë Këshilli i Lartë Gjyqësor, si mendoni ju? Nuk do ta votoj përsëri? Që do të thotë i jep një lloj rrethi vicioz, që do të thotë me fjalë të tjera, zero kompetencë presidentit. Tashmë kemi një republikë pa president, faktikisht. Dhe Venecia nuk e lejon këtë. Procesi i rivlerësimit të trupës gjyqësore të jetë i përkohshëm. Kjo që diskutuam. 11 vjet përkohshmëri, vetëm përkohshmëri nuk mund të jetë. Ja çfarë ka thënë me 2 fjalë. Shumë mirë që bëni një proces rivlerësimi. Kjo është një ngjarje pa zakon. Veç se të gjithë e kuptojmë që procesi rivlerësimi është një ngjarje pa zakon e cila e trazon shpirt qetësinë që gjyqtarët do duhet kenë dhe prokurorët. Dhe për disa prej tyre bën shumë mirë. Shumë mirë, bravo. Jo për disa. Për një pjesë të mirë. Po për disa që t'jemi, meqense s'kemi për një pjesë të mirë. Rekorde nga prokuroria dhe nga gjykata, t'jemi korrekt. Për një pjesë të mirë. Bën shumë mirë. Bën shumë mirë.
veç se Venecia thot, në qoftë se ju këtë mas të përkohshme e shtrini në kohë, këtu humbisni proporcionin. Dhe varianti parë ishte deri në vitin 2019. Nga sot deri në 2019. A di se kanë bërë? 11 vjetë. Pra Venecia thot, mundohu ta shkurtosh. Jo, e kanë dyfishuar. Që do të thot, politikisht duhet një kamzhik dhe gjithë këtyre gjyqtarëve, edhe atyre të ndershme, atyre gjyqtarëve që nuk ja hapin telefonin kur kryeministri ky që është i merr telefon. Po mos harrojmë që ka zgjedhjen 2017. Duhet një kamzhik. Nuk do jeni dhe ju gjatë në pozitë. Mund të ndryshojnë të zëra pse para gjykoni vetëm të majorancën. E fundit këtu do ta mbyll. I institucioneve. Këta njerëz që emrohen, do të emrohen tani. Këta me 3 pestat, do të emrohen tani nga majoranca Ravamet. Më vonë. Jo. Mund shkarkohen se ka mekanizma, nuk janë ata që emrohen dhe nuk ikin më. Jo pra. Emrohen tani politikisht dhe qëndrojnë të cimentuar. Rrëzohen politikisht si s'ka ndodhur. Cimentohen, thot Venecia. Mbeten cimentuar në sistem. Është opsion gjithmonë. Unë kuptoj që drafti që ti ke në mendje për kushtetutën është shumë më i mirë se sa i ekspertëve, sepse ke logjikën brenda. Se ke logjikën brenda. Kishim barazi dhe drejtësi dhe për ata qytetarë që nuk e gjejnë. Një gjë është e sigurt që këtë draft nuk e garanton. Absolutisht të kërkuam dhe ne. Kështu thonë dhe ata, këtë kërkuan dhe ata. Po se kanë shkruar ashtu pra. Po nuk e kanë shkruar ashtu. Si ka qenë bashkëpunimi me Euralias dhe Ubdatin? Joni. Bashkëpunimi, komunikimi, ndikimi i tyre tek Po them vetëm gjën e fundit. Ajo që ishte ndoshta një nga, po themi, çështjet të cilat, si të thuash, edhe testoi aftësinë, sinqeritetin, qasin. Ishte pikërisht momenti kur ne arritëm kompromisin. Siç e shpjegoi zoti Bardhi, në një moment aty nga fundi i datës 7 apo 9, propozimi ishte që ore dakord, ju pretendoni që 3/5 është një shumicë e cila duhet qëndrojë jetëve të kushtetutës shqiptare. Por Venecia ka thënë këtë gjë, që për situatën aktuale ka një ngërç, kjo majorancë që është, ka shumicën që e kontrollon. Propozimi ishte i tillë. Po mirë, pse të mos e bëjmë ne që për periudhë tranzitore, siç Venecia thot, të japi një zgjidhje tranzitore. Dhe cila ishte? Ajo që zoti Bardhi tha, 2/3 me mekanizëm zhbllokues. Unë i shpreh falenderimin më të madh se pata mirë kuptimin 1 të zotit John Smaibert, përfaqësuesi i Obdatit, dhe të zotit Rainer De Vil, përfaqësuesi i IBS. Po, kuptuan njerëz racional që kjo ishte një zgjidhje e mirë. E për këtë arsye i falenderoj edhe publikisht dhe s'kam pse ta fsheh. Ndonjëherë kemi pasur edhe përplasje, unë personalisht kam pasur edhe përplasje me ta. Por në momentin kur racionalja futet në lojë, pomër u treguan tamam gentlemen. Sot që flasim ata e mbështesin draftin përfundimtar të ekspertëve. Unë të them çka ndodh dhe ç'është shkruar, nuk di se çfarë thon sot. Unë të them çka më përjetuar bashkë me kolegët e tjerë dhe më pyete cili ka qenë bashkëpunimi. Ta thash. Kur është për të zgjedhur kompromisi, kuptuan dhe dhan dorën e kompromisit. Një sjarim që më vjen, ai që është vlerësuar një herë nuk do të vlerësohet më në këto 11 vjet. Kështu që nuk është se do të jetë gjithkohon ato 11 vjet në atë tensionin. Kush jep garanci se kujt i vjen radha kur? Pra gjyqtarët do të vlerësohen. Si do të japim garanci gjyqtarëve se kur do verifikohen? Po sepse midis tyre ka gjyqtarë të ndershëm, ka prokurorë të ndershëm, të cilët e fitojnë atë pak që e fitojnë me djersën e ballit, që kanë familje për të rritur, kanë një jetë të tyre për ta çuar përpara dhe një jetë edhe profesionale, jo atë përditshmërinë e tyre, me ambicie etj. Pra ajo është ajo që tha zoti Alibe, është një kamzhik tjetër që i shtohet kamzhikëve, të cilët krijojnë me institucionet e reja, i cili duhet jetë i përhershëm në logjikën e tyre për ta nështruar drejtësinë për sa të jetë mundur më gjatë. Gjithë 400 veta janë. 400 gjyqtar e pofus edhe 300 prokuror, 700 veta. 700 veta të cilat do duhet t'i vlerësojmë për pasurinë, do të hetohet pasuria apo? Për performancën në punë dhe për lidhje me botën e krimit. Po pse mo, kaq problemi i madh është që këtë proces, këtë katarsis, qoftë edhe për imazh, ta bëjmë brenda vitit 2 vjet apo dhe 3. Do populli shqiptar, do ky publik të kuptoj, qoftë edhe për ankthet që ka ndaj sistemit drejtësisë, ta shofi 1 orë më parë të spastruar sistemin. 11 vjet? 11 vjet, harresa e madhe, pluri harresa që kap këtë njerëz, edhe prokrastinimi që e ka shoqëruar shoqërinë shqiptare është i tillë që nga
katarsis do të ketë një vegël, një kamzhik, ky është problemi i madh. Ka mbaruar koha, po një konsiderat e fundit, çfarë do ndodh me këtë draft që është aktualisht, si mendon? Do t'i rikthehet ekspertëve? Me draftin e ekspertëve Do majorantë. të pësojnë ndryshime në komisionin e posaçëm? Do të rrëzohet nga Venecia? Si e ke përçmërim? Nëse do duhet jetë në përputhje me standardet e përcaktuar në opinionin Komisionit Venecias e përpasoj për të konsideruar një draft i pranueshëm për miratim, sigurisht që duhet të reflektoj atë që ka thënë Venecia dhe që ne kemi evidentuar që nuk pasqyrohet në draft. Unë nuk di të them se çfarë do ndodh me Çfarë do doje të ndodhte? Unë do doja të ndodhte ajo që ne kemi propozuar që ditën e parë, që të ishim ulur, të punonim gjatë, ndoshta edhe pa pushim, dhe të kishim gjetur zgjidhjet përbashkëta për ta çuar procesin e reformës në drejtësi përpara. Zgjidhje alternative apo zgjidhje nga 5 alternativa nuk na çojnë asgjë kundi. Periudha 11 vjet duhet mbuloj dhe ankimimet në Strasburg, se duhet i dini këto gjëra, po nuk më thoni edhe. S'është të informoj nga BIM, nëse gjykata e Strasburgut pas ka filluar të zbatoj Kushtetutën e Shqipërisë, e kanë gabim në koncept, e kanë gabim në Kushtetuta e Shqipërisë shtrin efekte për organet s'ka lidhje fare. Procesi parashikohet e zeza mbi të bardhë për një kohëzgjatje prej 11 vjetësh. Organet që veprojnë në përputhje me Kushtetutën e Shqipërisë. Nuk merr Strasburgu urdhra nga çfarë shkruajnë qoftë ekspertët, qoftë komisionit, qoftë çfarë miraton parlamenti. Zoti ka një përmbyllje të kontributit që dhath në këtë reformë dhe çfarë shpreson, çfarë mendon që duhet ndodhë? Jo, një përmbyllje ndoshta për gjithë ata që na ndoqën që s'kan kuptuar ose që kanë dashur një përgjigje të qartë dhe të shkurtër nga ne që ky draft, nëse miratohet nesër, e përmirëson drejtësinë në Shqipëri, do gjejnë njerëzit më shpejt drejtësi, do gjejnë drejtësi dhe ata që s'mundet ta blejnë drejtësinë? Jo. Nuk do ta. Krejt e kundërta. Ali Bej, fjala e fundit. Për pyetjen? Për këtë pyetje. Do jetë një drejtësi më e mirë nëse ky draft miratohet? Dogji i Venecias, ju e keni parasysh kush është, apo jo? Krye magjistrati i Venecias. A e di me çfarë zgjidhet? Me çfarë shumice? 2/3. Tani nëse ka ndonjë dogj të dogjve që do ta zgjedhë me 3/5 politikisht, unë besoj që kjo s'ka për të ndodhur sepse kjo nuk është drejtësi për shqiptarët, as për venecianët. Faleminderit që ishit sonte. Faleminderit. Faleminderit ju për vëmendjen. Janë debate teknike, ne do të ishte mirë që në emisionet e ardhshme mund të realizojmë dhe një debat me vetë ekspertët, me njëri tjetrin, pasi e din shumë mirë gjuhën se sa çdo moderator televiziv që mund të përballojë debate të tillë. E rëndësishme është ajo që u tha në fund të bisedës, interesi i qytetarëve dhe një drejtësi e barabartë për gjithë. Për këtë ka, me sa duket, tensione edhe politike, nga takimi që ka përfunduar pak më përpara midis kryeministrit Rama dhe kryetarit të kuvendit Meta, nuk pati një komunikim me median, zakonisht në mënyrat ndryshme Rama pak më gjatë dhe Meta pak më shkurtër flasin, sidomos në momente të tilla delikate. Nuk ka shumë informacione çfarë ka ndodhur brenda atij takimit, por duke njohur edhe politikanët në fjalë, Meta nuk është nga ata që ndryshe katonet para dite dhe i zbut ato pas dite, duke se gjërat mbase nuk kanë shkuar aq mirë sa mund të kemi gjetur një gjut përbashkët për konsensus që ka kërkuar LSI-ja gjatë paradites së sotme. Orët në vazhdim do të na tregojnë se cili prej të dyve do të tërhiqet. Natën e mirë.